Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast. Problemi me këta është sepse nga që ka shumë kosto, dikush i financon. Dhe nëse dikush të financon, ti humbet nga originaliteti dhe autenticiteti. Ti do japësh llogari atij që të financon rreth parë. Por që nëse ti e ke vënë për qëllim do bëhet. Kupton? Do duhet më shumë se tjerët, 2 fish 3 fish se Vëndaliu, po ke për ta bërë, nëse s'bën. Naval Ravikant. Nëse do një libër që të lexosh që të bëj efekt në jetën tënde, lexo The Almanac of Naval Ravikant, pjesën e parë ku ka të bëj me leverage of your time. Buqim në bu, CHI, bu, CHI podcast. Lojmë avash. Po Nesa gjeme bukurëshë më në fundjat dolëm. Sa keni kaluar një uragan? Po, jo fix këtë mua ka qenë krah. Ku në krah? Si i bje? Na shpjegohet si kështu, uno kryqëzimo, dy kryqëzimo po gradec. Tashi në krah do të thotë që është një 20 kilometra ndet, që këtu i bie për shembull tek 15 milje, 14 milje ndet. Kupton? Ka një lloj rrezeje që nuk ishim në, si më ta thon, sa unë nuk e di shumë mirë këto gjëra, centrifugën uraganit, por ishim tek rrezja e erave të forta. Pra erat këtu kishin vajt tek rreth 50 milje për orë, që i bie 7 kilometra. Po është disi për spoiler për njerëzit, domethënë, sepse vetëm në disa vende të botës ndodhin uragane të tilla, kështu që Elsi, shqyr që u bëm për këtë episod që kishim gjithë ato kohë që mundoheshim të ngjenim një orar të përbashkët. Mirë edhe në Buçi podcast edhe na thuaj dy gjëra për vetë, kush je, i kujt ja je, ç'a bën, ç'a s'bën. I kujt je? Origjina, po jo Tiranë, tash thuj origjina nga vjen. Se më kujtove. Origjina, nuk ka Tiranë sa s'ka. Më kujtove kur shkoja për punë kur isha 16 vjeç, edhe shkoja në për lokale, kërkoja kështu kamarier panakier, se unë isha djali prindit vetëm, edhe nuk kish se njihni, kupton. Edhe sa shkoja aty, në fillim fare shikoja çfarë theksi ka ky njeri, që pastaj kur shkoja aty ti thoja jam pe filan fshati afër ku ishte ai, kupton? Po jo fiks aty, se pastaj thoshë kujt je ti aty. Aty se nuk e dilje dot. Po më e keqja do të ndodhte thjesht do kishte ndonjë krushia ndej. Thoshë po jo, po se un kam njërin që jeton atje. Po Hasanin me vërtet? Hasanin e njeh edhe ti, po jo ata Hasan tjetër. Është tjetër këtë. Po unë kam lindur edhe rritur në Tiranë, edhe kam ikur nga Shqipëria kur isha 19 vjeç, dhe në fillim fare i kanë Lituania, aty bëra studimet, pastaj u ktheva prap, pastaj shkova punoja në Greqi, në ishull, pastaj kthehesha, domethënë multi emigrant, dhe sot jemi në Amerikë. Në Florida. Sot jemi në Amerikë. Në Florida. Big up gjithë floridian. Big up gjithë shqiptarëve në Florida, por jo vetëm, gjithë ata që kuptojnë shqip. Po, me që jeni në Florida, edhe Florida mbahet si një shtet goxha i mirë, ju e dini që podcasti mbahet me donacione, kështu që është çdo gjë në mënyrë vullnetare. Ju jeni nga Amerika një herë, hidheni dorën. Hajde. Nga Amerika e kërcet pesha, kërcet 20% që bakshishet, buy me a coffee, si e ke, jepe. Buy me a coffee, PayPal, Patreon, ore ç'a doni ju, mjafton të keni dëshirë të jepni po gjejmë. Kafen, sa lekë ke kafen je? Thuaj robë sa lekë ke kafen, se nuk e din, se kafja kushton ndryshe në vende ndryshme të botës. Po kafen e kemi në Ankant, domethënë fillojmë nga 5 euro deri më sipër. Është varet në çfarë kohë, në çfarë periudhe. Se ti ma pi dhe frappuccino, ma pi dhe Starbucks. Jo, larg qof Starbucksi. O Elsi, kam një pyetje unë direkt që më vjen nga mendja gjithmonë, se je personi i dytë që kam njohur personalisht që është zhvendosur në Lituani përgjithsisht. Ç'ja këto aksidente? Çdo robi në Lituani? Tash robi e fillon me kush shkoi në një vend që ti ke sa më larg Shqipërisë, ama në buridhotë s'du me pa më, kupton? Kështu ishte ideja. Tash si erdhi kjo ide? Kjo është histori e gjatë, mund të bëjmë 3-4 podcaste. Shkurt muhabeti, un kam qenë në një Shqipëri që babai ndroi jetë kur unë isha i vogël, 10 vjeç, edhe ndeta vetëm me një mama dhe isha dëshmimtari se si shoqëria shqiptare abuzon tek prindrit e vetën, sidomos kur ajo është femër. Kupton, ne na vidhnin drita, çfarë do lloj gjë që mund të mendosh ti, unë isha i vogël, çfarë do bëj. Tashi në këtë lloj konteksti,
Edhe në atë gjimnas që kam qenë unë, që nuk vinte njeri, unë kam qenë te ekonomiku shtetërori, që nuk vinte njeri në klasë, që shkurt ma veti se pirte njeri për asgjë, kupton, në këtë lloj konteksti. Elsi çfarë vit prodhimi për pak më shumë kontekst për njerëzit. 89-s. Okej. Pra unë jam familja viteve 90. Edhe 2000-shit gjimnas. Mendova të shkoja se aq dia aq bëja, kupton. Mendova të shkoja sa më lart mundja. Erdhi një broshurë tek shkolla jon, sa rëndësishme është pra që të promovojnë këto shkolla, sepse alumna që ishin tek kjo shkollë në Lituani ishin disa shqiptar dhe njëri prej tyre solli broshurë tek kjo shkollë sepse ka pas studiuar tek ekonomiku, tek gjimnazi, jo te universiteti. Nuk e di nëse ke parasysh përballë parlamentit. Po. Okej. Ka pas studiuar aty, shpërndau broshurat, mua më erdhi në dorë kjo broshurë. Pash atë broshurën, figurat, duke qenë shumë mirë. Kampusin ata e kishin spektakël, do të thënë si kampuset që gjen në Amerikë. Këto në çka llafin, pra brenda ti ke si auditore, si klasa, si convicted, shumë bukur, duke qenë si akademik, kupton? Ata jepnin edhe shumë lituanezi. Ata ishin, ai ishin mision i Amerikës Veriore, pra ishin gjysma fakultetit ishin nga Kanadaja dhe Amerika. Dhe si mision kishte filluar mbas vitit 92, pra me tranzicionin, për të ardhur në Lituani dhe për të shpërndarë këtë frymën perëndimore. Dhe jepnin shumë bursa për student nga Europa lindore. Pra aty ne kishim me Moldav, me Rumun, me Ukrainas shumë, Bielorus shumë. Pra, çfarëdo gjë që ishte rreth e përqark Lituanis kishte shumë. Klasat jepshin anglisht, çdo gjë ishte në anglisht. Po gjithë ata që në familje kanë shëruar gripin me raki edhe me vodka, domethënë gjithë ai lloj brezi ka qenë i ftuar atje. Bravo. Fix. Gjë e parë që thonin kam grip, kështu futi një vodka aty me mjalt, edhe dëshirësh, pastaj ditën tjetër janë rregull thashë. Zotri burr. Po ka fus për herë, po, se kam problem. Aty isha hardcore ku vite puna tek pija. Aty ishte, domethënë, kur erdha unë vitën e parë isha si te Akademia Pijes. Se ne vinim nga Shqipëria që pinin kafe valla. Çik birra, çik raki, po më shumë kafe, kupton? Ata në doza atleta. Shoku im i dhomës pinte birra, dëgjova në një anketim aty brenda shkollës, po vinin po pyesnin për a pini alkol. Thotë ai ku pi alkol, unë pi alkol, unë isha aty ngjitur, them, si pi alkol, ti pi birra. Pse birra alkol është? Po sa birra është freskuse alkol. Birra është alkol ja vetë edhe po bëj gaf me marr nga jo birra me shije. Çmerte vesh tër lagja. Ore, çfarë thotë? Po. Tani mbyllën. Merrte vesh tër lagjat, menin për femra, kupton? Se vetëm femrat pin birra me shije. Burrat birra pa filtruar me mundësi. Ashtu, pa filtruar. Bravo. Edhe aty ishte e kundërta e Shqipërisë. Pra nga ekstrovert që jemi në Shqipëri, ata ishin introvert. Nga që se çajm kokën neve që shkojmë vetëm si profesorën, ata ishin që mendojshin 450. Kupton? Për gjëra. Ka si të bëjmë me artin, si të bëjmë me çdo gjë që bënin. Pra çdo gjë që bënin ishte shumë e mirë menduar, sepse nuk pra kishin marrëdhënie me njerëz të tjerë më shumë. Kupton se tu qen ftohtë. Unë e them për herë, është shumë ka të bëj moti. Ne nuk e kuptojmë, por shumë ka të bëj moti. Sepse kur qëndron vetëm në një vend si Shqipëria, nuk e dallon pse ndikon kaq shumë moti. Dhe kur unë vin në Shqipëri dhe them, "Ore, në Shqipëri kemi një problem të madh." Thon, "Kush është problemi? Korrupsioni." Jo, kemi motin. Kupton? Kosta oportune e qëndruarit brenda e punuarit në mënyrë pa ndërprerë në vetmi, pra që të ndërtosh atë lloj aftësi, kemi kosto oportune të lartë se kemi motin shumë të bukur. Kështu që gjithmonë kemi atë në mendje, do dalim jashtë është shumë bukur, jashtë dalim te, do shkojmë plazhe këtej. Kurse kur i ke në Lituani në dimër, dielli dilte një herë në 2 javë. Dhe ishte ftohti, -20 ishte ku isha unë, -40 ishte brenda në kontinent. Damn, pra, son. Merr tër këto pengesa dhe normal që ata do punonin si qeni. Për shkak se punonin si qeni, bënin edhe qef si qeni ndarke. Pra ishin normalisht. Aty un kam parë ekstremet. Aty ishe çfarë të them, domethënë gjërat që i bënin në darkë, ti shikoj ditën tjetër, fytyra serioze, drejt vetëm për punë. Kupton? Një person ky, wow.
Kupton? Ora Xheviç ka një rjetër që mendon kështu se unë kam pasur kështu si tip teorie gjatë gjithë kohës, domethënë që po ti vësh re të gjitha vendet sidomos në Europë për shembull, gjithë ato që kanë diell, që janë Italia, Spanja, Portugalia, domethënë ato të Afrikës Veriore, Greqia, Shqipëria, kur e ke motin e mirë kështu zakonisht sikur me nder muhabetit i 10 që këto anët e tjera, domethënë i lë pasdore si ekonominë, si shtetin e të drejtës, si kontroll, e ke parasysh e tjerë e tjerë. Bile edhe Italia është shembull perfekt, se nga veri unë jug është ajo super gërshëra e madhe domethënë. Ashtu është, ja, Italia është, më thënë, shembulli më i mirë që ne kishim, por që nuk e kuptonim më shumë. Sepse Italia kishte edhe shumë vap në jug, shumë ftohtë në veri dhe kanë një kontrast të madh. Kur shkon në jug, se unë kam qenë në 2 krah, nuk është se kam jetuar, kam kaluar, por domethënë kam folur me italianë se di italishten, edhe aty ishte kontrasti i madh. Janë edhe këto filma, nëse ke parasysh me këtë që është Llac. Sa më mend emrin, ka vënë 12 vjet. Është ai filmi që ai shkon në jug dhe pastaj ai jugut shkon në veri. Edhe kanë gjithë këto komedi, edhe i marrin gjithë Keko Zalonet, edhe i marrin gjithë këto stereotipet. Pa ai jugut ishte shumë i bukur. Edhe aty e dallon që edhe italianët e kanë më shumë parasysh se ne në Shqipëri. Këtë diferencë. Dhe duke pasur parasysh diferencën, ke parasysh personalitetin dhe kupton sa gjëra, sepse ne shkojmë në veri në të ftohtin e themi, "Ç'është janë këto? Ç'është kjo qetësim? Ç'janë këto bdëllenja këta? Pse s'flasin këta?" Ne me frame of reference ton, pra me kontekstin ton Shqipërisë, fillojmë të gjykojmë direkt se tash njerëz jemi vetëm të gjykojmë, kupton. U shkon atje, fillon të gjykojmë. Ne ju kemi edhe një çik kemi edhe një çik shumë qejf të gjykojmë të tjerët. Po sa kohë ndonjë atje në Lituani? Atë rreth 4 vjet e gjys, pastaj u kthema në Shqipëri. Po nëse domethënë se koha është relative, varet se sa i integruar ke qenë. Domethënë këtu në Amerikë njerëz që mund të kenë qenë për 30 vjet, duket sikur sa kanë ardhur nga Shqipëria. Kupton? Po. Sepse varet se çfarë lloj jetese ke bërë. Unë duke qenë një person që isha i shoqërueshëm, se ne ishim ekstrovertë, dalloheshim direkte, plus pasaj ne dukemi dark skin, kupton? Edhe aty në Lituani bën përshtypje direkte. Nuk e di a ke qenë ndonjëherë në Suedi, në Norvegji, pra në vende me vërtet veriore ku shumica dukesh ti afrikan kur ka. Mbas në Gjermani jo shumë, po kur je në këto vende dallohet direkte. Dhe sidomos kur shkon në qytete, se unë nuk isha në kryeqytet, se po ta marrësh Lituanin tani me Lituanin para 10 vitesh, janë më shumë të ambientuar me të huajt. Ndërkohë atëre ishin më pak dhe shumica atyre ishin në Vilnius, në kryeqytet. Unë isha në një qytet tjetër, në Klaipėda, në Deti Baltik. Dhe nuk ishin mësuar, kupton, dhe ti kur ti shkon aty direkt nga Shqipëria, që nga Shqipëria merrin pe lecka, është se kishte një diferencë. Dhe shikon gjithë njerëzit që të shohin ty, varet se si e merr në atë moment. Pra un kam pas njoft njerëz që e morën si un jam VIP, un mund bëj çdo gjë, dam hypi, konfidenca në vetvete. E kupton çfarë po them? Dhe mendonin se do bënin çfarë do lloj gjëje, se me që tani ishin qendra e vëmendjes. Sepse është një gjë, se un kam qenë në këto grupet e ekspatëve në Tiranë. Dhe ti kishe të huaj që ishin qendra e vëmendjes për shkak se flisnin anglisht në atë mënyrë dhe dukeshin që ishin të huaj. Dhe në kohën kur i njëjti person mësoi shqipen, ra nga pjedestali. Po i ke se ti qenë nga një thjesht një i vdekshëm. Unë mësova shqipen, tha për me qenë më afër kulturës se të gjitha dha çaj bën e vetes se tash unë zota kishim mësuar shqipen. Ne jemi shqiptarë, ne më folën anglisht e më mos u duk. Po tani atëherë kam marrë eksperiencën 100% kur kam mësuar gjuhën, atëherë ka kuptuar të gjitha të zezat edhe të bardhat. Kur kam mësuar gjuhën, pastaj e kanë trajtuar keq dhe ka thënë, po unë ika nga qendra e vëmendjes, s'po flet më njëri mua. Kur jam në një grupim tash i flasin tjerëve sepse unë flas shqip, edhe unë tash jam ai që jam në dizavantazh sepse duhet të kap çfarë thon të tjerë. Kupton? Dhe nga që tjerët janë në gjuhën e tyre që janë më shumë konfident, atëherë të mbysin me argumenta, të mbysin me të folura, dhe ti ikën nga. Kur ti je në anglishtën që ti je më konfident, të tjerët din më pak, atëherë të tjerët të ndjekin ty. Se çfarë thua. Dhe janë tërë vëmendje sepse edhe duan të praktikojnë anglishtën sepse është diçka, pra është një aftësi që do japim më shumë të ardhurën në funditës. Kjo ndodh. Po vetëm ajo, po shikon, ne nga që nuk jemi edhe shumë të mësuar, domethënë të paktën deri në vitet e fundit, nuk është se kemi pasur, le të themi, imigrant në masë që të mësohesh, domethënë atë duke gjithmonë që dikush vjen nga jashtë, vetëm nga që përdorte një gjuhë tjetër sikur dinte ndonjë gjë më shumë, domethënë u bubu, edhe kishte atë interesi gjithmonë për ta dëgjuar, por që në fakt është thjesht një ndjenjë inferioritet i shprehur në një mënyrë të tillë, domethënë gjës. Fiks, ndjenjë inferioriteti, fiks atë, ashtu jemi rritur në Shqipëri. Unë ashtu jam rritur paktën.
Të lagja ime vini ndihma nga shteti, thonin ju erdhën nga ndihma nga kryqi i kuq, ju të huajt amerikanët, kupton? Dhe neve shikonim kështu, thua ti këta amerikanë ç'a ishin, kupton? Pse ishim ne, ç'a kishim ne të keqe, se kishim lindur në Shqipëri, kupton, vend i vogël. Kjo ideja e vendit vogël na është ngulitur, na është vënë rrënjë në tru. Në vend që ta shohim veten tonë si të planetit dhe jo nga vendi i vogël. Sepse ne jemi njerëz njësoj si amerikani, njësoj si italiani, njësoj si gjermani. Hajde burra tek e tek kur duash. A kupton? Lëri vendi i vogël, vendi i madh ku ke ardhur si ke ardhur. Kjo është e gjitha. Dhe unë jam në një botë të tillë në designer. fakt Elsi duhet që jo vetëm ta shikosh si globi, por mendoj që ne si me që jemi gjeografikisht, domethënë në numër të vegjël, ne kemi pothuajse deri diku, jo 100%, por deri diku të domosdoshme ta shohim veten domethënë si të mëdhenj, ta shohim si më të mirë, në mënyrë që të balancojmë gjitha këto pastiguritë e tjera që kemi. Jo, unë do thoja që neve nuk e luajmë dot atë lojë. Pra është njësoj sikur të luash basketball kur je i shkurtër. Kupton? Ne nuk e luajmë dot atë lojë e thënit ne vi nga ky vend i madh, e mburrjes, e tërë kësaj gjëje, kupton? Sepse nuk kemi qenë nga një perandori, nuk kemi qenë njerëz që kemi vajtur, kemi pushtuar këto. Nuk e luajmë dot atë lojë edhe me dash. Kupton? Që neve na intereson ta shohim veten si nga planeti Tokë. Dhe nëse ka gjithë këto barriera artificiale që ne shohim në emigrim, sepse unë duke qenë në shumë vende lloj barriera shoh, domethënë në Greqi ishin më të mëdha, në Lituani kishin ca gjëra apo jo ca gjëra tjera, pra të shikonin si shumë mënyrë egzotike, po ndërkohë nuk ta afronin, sepse s'kishin besim. Në Amerikë është çdo gjë për se mos merr punën, kupton, domethënë ka lloj barriera që njerëzit vëjnë. Dhe ti e kupton që gjitha këto janë artificiale, këto s'kan të bëjnë fare, kupton, janë thjesht ide, koncepte që ne kemi, se kur ne kemi lindur, nuk e kemi vendosur neve që Shqipëria do kishte 28.000 km2, apo se nuk është se ne kemi lindur në vrasht të historisë, pra në linjën e historisë, kupton. Dhe duke qenë këto gjëra, pra kemi lindur në këtë kontekst, atëherë o burra shohim çfarë mund bëjmë. Kupton? Dhe duhet pak mend për këto gjëra, sepse më e thjeshta do ishte që të shkojë në emigrim, të bëje patriotin e madh, edhe ti thoja, trego mund ti, Shqipëria ka këtë, jo, Gjermania ka këtë, kjo do ishte më e thjeshta, sepse ti shkon në një vend, ata janë në ofensiv, në mbrojtje të gjërave që kanë, kupton? Dhe ti, duke parë këtë gjë, që nuk ke ku hyn sepse njerëzit nuk të pranojnë, atëherë edhe ti bëhesh defensiv nga ana jote, në mbrojtje të vlerave të Shqipërisë, kulturës këtej, dhe ndodh që pastaj ri vetëm shqiptar, nuk integrohesh, nuk ke asnjë lloj shoqërie nga vendi i pritës. Dhe pastaj çu bë që vajte jashtë, kisha në Shqipëri, prap shqiptar ke vërtall, mbase ata nga që janë më pak të kanë më shumë për zemër, por po të ishin 1 milion, siç isha unë në Tiranë, mbase jo dhe aq, kupton? Por që në Tiranë, në Tiranë gjen gjithmonë njerëz më të mirë sepse janë 1 milion. Mendoj që janë faza, domethënë se në fillim, shikoj, po marrim një rast shumë gjenerativ kështu, domethënë që në fillim të gjithë e kanë këtë, duhet të jesh pak defensiv, domethënë se normalisht kur vetëm në Gjermani e shikojnë që kanë 101 gjëra, edhe ti nuk je në të njëjtën lojë që ata, por prapë nuk do të thënë që Shqipëria s'ka asnjë gjë për të mbrojtur, edhe futesh në këto qoshet pastaj që po jo se po edhe ne kemi këtë dhe ne kemi atë, por më që kalon një farë periudhe, edhe një nga periudhat më të mira, por edhe më të vështira që kalon është ky izolimi me shqiptarëve, domethënë se ri një kohë, pastaj do ti do të çoj jeta të përzijeshme të tjerë, do ti domethënë edhe me 1-2-3 shqiptarë do ta prishësh muhabetin edhe do të vej puna deri atje, domethënë sa do ti një farë lloj integrimi do e bësh, edhe kur e ke fatin ose aftësinë të njihësh me një të huaj, domethënë të hysh në kulturën e tij, atëherë e kupton domethënë vërtet se sa të ngjashëm jeni në shumë gjëra, domethënë dhe fillon të ti lë pak nga vetja jote, ai lë pak nga vetja e tij, domethënë dhe ashtu krijohet ajo shoqëria, le të themi, ose miqësia, kështu, në tema të përgjithshme avash avash. Problemi që shoh unë me këtë lloj, se ti ke drejtë, të kalon në këtë fazë, dhe kam parë shumë njerëz që kanë kaluar në këtë fazë, dhe vetë kam kaluar në këtë fazë. Kupton se 19 vjeç nuk është se mbushja shumë që të kuptoja si ishte bota, si ishin njerëzit, kupton. Unë shkoja me atë mendimin e shqiptarët, ne na kanë abuzuar me ne, nuk na lënë të punojmë andej këtej, kupton, vija me atëra të mlef. Kupton, dhe kur shkoje jashtë, pastaj shikoje njerëzit orë do të pranojnë këta dhe çdo gjë që bënin ti e gjykoje në atë kontekst që ti ishe mësuar nga Shqipëria. Unë do thoja
nuk është e domosdoshme që të kalosh në këto faza. E para, dhe e dyta, unë nuk dua t'i them njerëzve që kjo gjë bëhet. Pra, nuk mos u bë patriota, po bëu patriota po këto gjëra. Kupton? Unë dua t'i them njerëzve vetëm që nga ana e llojit të njeriut, pra kemi mbase 8% gjërat përbashkëta. Kupton? Dhe pjesa e kulturës është sa e lejon ti të të ndikojë. Pra çdo gjë do jetë zgjedhje në fund ditës. Dhe kur e kupton këtë gjë dhe shef që disa janë në mbrojtje vetëm sepse kanë frikë se mos i merr punë, ore çdo gjë është kapital, merr grup, merr punë, merr këtë, më kupton. Më pak gjëra për të gjithë, e quajnë këta. Kur e kupton që këta janë thjesht në mbrojtje nga frika se mos i humbin këto gjëra, që s'ka të bëjë me kush je ti nga vjen ti, a kupton? Kur e kupton këto gjëra atëherë mendon, ok, po si mund të jetë qasja ime në një mënyrë që ata të kuptojnë që unë nuk jam një kërcënim. Kupton? Dhe e mendon si mund të mos jem unë një kërcënim. Dhe kjo është vetëm duke argumentuar se si në radh parë ekonomia nuk është, dhe duke parë këtë gjë, mendon edhe për Shqipërinë. Në radh parë ekonomia nuk është resurse të limituara. Kupton? Nuk është një total i të gjithë resurseve që ka ai shtet dhe të gjithë punëve që ka ai shtet, i cili është statik. Nëse plus një person vjen në atë shtet, atëherë është minus një nga këto oferta pune. Pra oferta dhe kërkesa nuk është statike, nuk është e lidhur me pe. Nëse unë vi aty dhe unë jam një person produktiv, atëherë nëse mua më jepet ajo mundësi dhe integrim, unë do hap punë për ata gjerman, amerikan dhe vende tjera. Dhe mënyra se si unë hap punë është tani e kuptova. Okej, jemi tani bie dakord. Tani e kuptova se po kuptoja të kundërt në kësaj. Okej, në rregull. Nuk shiko, unë këto janë gjëra që unë kam kuptuar mas shumë vitesh. Nuk mund të them që është diçka që vajta unë Lituani dhe e mora vesh. A kupton? Dhe kur i thua që ekonomia është elastike dhe money velocity, shpejtësia e lekut që shkon në mënyra fraksionalizimit bankave, se si ti merr borxh të mirë, jo të keq, në mënyrë që të bësh më produktiv, dhe se si leku sot është më mirë se nesër e tjerë, dhe se si investimi ty të kthen më shumë në të ardhmen se ajo që ke tani, pra ka të bëjë me durimin për rezultate dhe volumin e inputeve që ti bën. Duke kuptuar këto gjëra, sidomos për ekonomi, atëherë ti ke një qasje tjetër ku shkon në vend të huaj, sepse ti ke zhvilluar ato aftësi në atë mënyrë që ti të jesh në rangun më produktiv në atë vend. Kupton? Po. Prandaj kur ata na shohin ne që ne vetëm punojmë punën e parë që del përpara, dhe kur na shohin që ne, sepse dhe s'kan fajse sa vinë. Kur na shohin këto gjëra, thonë, këta vetëm duan të marrin punë, nuk bëhet llaf që këta të më japin mua punë. Dhe kur shikon një model të shqiptarit që mund të jetë çdo emigrant që shkon në një vend të ri, që sa vjen, merr punën e parë që del para, që mund të jetë pastrim, ndërtim, çdo gjë, fillon edhe ngre një biznes dhe prap merr në punë nga vendi vet, sepse mendojnë që kanë kulturë përbashkët, kanë plus i japin cash, ka shumë gjëra që janë në përfitimin e tyre. Atëherë ai që është vendali i thotë, po mirë ky edhe na mori punën, edhe punson të vetë tash. Ai e shikon në mënyrë sepse shumica e këtyre, pra në Amerikë mund të ishin këto blue collar, pra që shkojnë me punëtorë të thjeshtë, punëtorë të përditshëm të historitë konspirative, këta që janë më shumë të tërhequr nga këto gjëra, ata e shikojnë vendin në mënyrë të tillë, pra statike. Pra një plus një person merr 5 metra katror, merr këtë punë, merr këtë, më të gjitha, më çfarë të them, femra, çdo gjë merr ky person që vjen, kupton? Dhe ne do kishim më shumë sikur këta mos vinin. Si nga hapësira, janë në një vend të keq edhe ata. Sepse ata nuk e kanë kuptuar që të futur e kanë nga qeveria e tyre. Pikërisht. Nuk e solla unë inflacion. Kupton çfarë po them? E gjeta këtu mes jush. Nuk është emigranti që solli inflacion. Ta kanë fut ata, tatët. Dhe tani ai mendon që këta marrin këta emigrant që ti kanë për forcë punëtore se duan të na ndrojnë neve. Dhe kur është teoria e ndrimit këtu në Amerikë, nuk bëhet llafë, mbyll gojën, nuk e flet shumë si kutia e Pandorës, kupton? Por e vërteta është një shumë njerëz e mendojnë si të vërtet historinë e The Great Replacement, ndrimin e madh. Pra thuhet histori konspiracioni,
por ka kaq shumë njerëz që e mendojnë si të vërtet. Dhe ti nuk flet për këtë gjë. Atëherë ti vetëm sa I hedh më shumë vaj kurrëzjarit. Ti vetëm sa sepse Këto nuk I quaj më në fakt teori konspirative, jo. Këto janë thjesht realitete që ekzistojnë në mënyrë paralele, që bashkëtojnë, domethënë në çdo ditë, çdo sekondë që ne jetojmë, si me idealet që kam unë, si me realitetin që jetoj unë, janë dhe realiteti këtyre njerëzve. Unë mendoj se është e drejtë dhe e përshkruan shumë mirë situatën nëse I quajnë teori konspirative, sepse nëse ka 1 milion apo 10 milion apo 60 milion njerëz që jetojnë jetën në mënyrë të tillë, nuk është më teori konspirative, është realiteti I tyre, që ecën paralelisht me realitetin tënd. Po, fix, sepse I bëjnë këto etiketime, teori konspirative, zot folësh ahu, kjo është për të mos u marrë seriozisht ose mos u argumentuar, por nëse ti nuk flet për atë gjë, atëherë ti thjesht sa lejon që të shpërndahet, sepse nuk është folur, nuk shoh të flitet. Të gjithë e kanë në mendje këtu, por asnjëri s'flet. Dhe çfarë ndodh? Të gjitha podcastet më popullore të amerikanëve, dhe unë jam podcast junkie, pra unë podcaste jam kështu. Do ta tregoj edhe historinë pse kam marrë të podcast. Të gjitha podcastet popullore janë për këto gjëra. Flasin për teori, për ndrimin e madh, për si na marrin të gjitha. Pa përjashtim, popullore. Hequr pasaj ajo pjesë që nuk flet, ajo direkt etiketohet si majtiste liberale, progresiste e tjerë. Kupton? Po ajo nuk flet fare. Ajo duhet të flasi sepse është diçka që të gjithë e mendojnë. Në sistem kjo se ngelëm te Lituania. Që të shkëputemi nga Lituania. Pse I ike domethënë edhe çfarë bëre kur ike që u ktheve në Shqipëri? Tani un kam pas një podcast përpara që ishte vetëm emigrantët, dhe nuk e di a e ke parë si link. Po, kam dëgjuar 3-4 episode, po. Po, ajo ka qenë pas kam njerëz që më kanë dëgjuar. Po patjetër. Mos kam për background check për këtë kush është ky. Hajt paktën atë. Tashi podcasti nëse vure re, kishte për presupozimin që ti që e dëgjon të dish se si është emigrimi dhe arsyet, dhe un po ta shikosh në shumë për atyre thjesht I pyes për arsyet, dhe arsyet gjithmonë janë nga më të ndryshme. Domethënë ti do thuash në atë fjalë, po të shikosh anketimet, në atë fjalë dinjiteti, ti mund është si një bashkësi e madhe, një Venn diagram që ti futin 100 gjëra brenda. Kupton? Tek ajo dinjiteti. Dhe dinjiteti gjithmonë në këto anketime, se unë kam vërë këto gjëra, kupton? Kur vjen anketimet pse ikin e këtej, s'kam qenë interesuar vetë, se vetë jam emigrant disa herë. Dinjiteti është në krye. Dhe atë dinjiteti njerëzit argumentojnë në lloj-lloj mënyrash ndryshme. Qoftë ajo në punë, qoftë ajo në rroga, qoftë ajo se si trajton komshiu që është kushëriri të mdoshit, qoftë ajo se si trajtojnë gjithë. Pra gjithë shoqëria. Dhe ajo përmbyllet tek dinjiteti dhe po të shikosh njerëzit gjithmonë thonë pse do të largohesh nga Shqipëria? Nuk ka dinjitet këtu. Pra na ka humbur dinjiteti. Dhe pastaj fillojnë rroga atë. Që do të thotë Shqipëria është një tenxhere e madhe e luftave të statusit. Po ti shikosh shqiptarët me njëri tjetrin kanë gjithmonë një ide të qartë se kush është me më shumë mik e kush është me më pak. Kush ka më shumë lekë e kush ka më pak. Pra është gjithmonë një luftë e madhe e statusit. A jam unë dhe në çdo fjali që thon, shohin a do më kthej përgjigje ky, domethënë a jam unë më I fuqishëm. Pra luftë fuqie. Luftë power. Ton? Prandaj është një stres I madh I përditshëm. Pra, megjithëse me thënë drejtën kam qenë në Tiranë, ka pas plot njerëz që nuk kishin në këtë lloj statusi. Unë ky e këtë andej. Plot. Dhe unë kam qenë në të lloj rrethesh, edhe ato rrethe ekzistojnë, dhe është vërtet se kudo që ti jesh nëpër botë, I gjen njerëzit që ti do. Por shoqëria në tërësi, pra jashtë atyre njerëzve që ti njeh, jashtë atyre që takoje. Unë kam qenë në rrethe couchsurfing, e di se çfarë është couchsurfing. Po. Couchsurfing unë e kam pas ditë këtu e para 13 vitesh, 14 vitesh. Pastaj kur erdha në Shqipëri thash, isha në një apartament, thash çfarë do bëj? Po marr couchsurfa. Sepse kohë të lirë kisha, sa kisha ardhur, pjesë e shoqërisë time kisha vazhduar me jetën e tyre, dhe mora couchsurfa. Duke marr couchsurfa, vajta të mbledhja couchsurfit, duke vajta të mbledhja couchsurfit, vajta të mbledhja ekspatit, do të njoh fatuaj etj. Dhe ka njerëz të tillë që nuk e shohin vetëm këto gjëra, por shumica është një stres I madh I të parit vetëm kë njefti dhe sa lekë ti. Është një stres I madh I të parit vetëm kësaj gjëje.
Njerëzit duhet heqin dorë nga këto gjëra, të kuptojnë që nuk është fundi botës, por shumë e kanë frikën që nëse nuk e kanë në check këtë gjë, pra nëse nuk i ruajnë kësaj gjëje, edhe llafe edhe reputacionit të gjitha, sepse këto pasaj ndërtojnë sa fuqi ke ti, sa i njoftur e ti statusin tënd, kanë frikë të madhe se nuk do kenë më asnjë nga kapitali tyre, shoqëror, monetar, shtëpi, këtej, se në fund ditës nuk ka për t'i ngritur njerit celularin, nuk ka për t'i ndihmuar, dhe nëse nuk të ndihmojnë, atëherë kanë për të hyrë sipër. Është një frikë e madhe e tillë. Dhe Shiko, po është pak e kushtëzuar kjo, në një vend ku çdo gjë fillon me mikun dhe mbaron me mikun, domethënë normalisht që natyralisht të lind nevoja për të pasur një farë lloje statusi civil, sepse ajo është kursi jot i këmbimit, domethënë ashtu kjo është monedha jote e tregtisë se sa njeh. Kur çdo njeri e bën ashtu, normalisht edhe ti që je një i vogël nga asku, nga një vend i vogël dhe je askushi, normalisht të lind natyralisht një ndjesi se duhet të kesh, duhet të njohësh edhe ti dikë. Pavarësisht se nuk është e shëndetshme, por që është e kushtëzuar, është natyrshme. Nuk i vëj fare. Dhe unë them, në Shqipëri, koha që ti harxhon në kafe duke njoftur njerëz, është investim. Njerëzit thonë ngelen kafe këta. Po ngelin kafe se njeh njerëz për shkak. Se mund të jesh kafe gjithmonë me një person, po mund të jesh kafe me njerëz ndryshëm. Dhe kjo ka vlerë në Shqipëri. S'mund të thuash ngeli tërë popullin kafe, jo, po punojnë në mënyrën e tyre, sepse ajo është rruga e arritjes suksesit. Por unë isha pjesë e një gjenerate që ne shikonim për te këtyre. Pra ishim edhe çik rebel nga kjo mendësi, sepse nuk donim të kishim jetën e prindërve tan, me shkojësit martuarit, me të punuarit me mik, çdo gjë tjetër. Unë të paktën flas për veten time, e kam parë gjithmonë veten si pjesë e një planeti, na rroft interneti, na rroftin televizoret dhe kanalet italiane që shihni me këto gjëra. Nuk e di, a do kisha njëjtën mendësi, nëse do vija nga një vend i mbyllur si ai që ishte në kohën komuniste. Kupton, nuk e di. Por po ta them, unë të paktën isha në periudhën që ne më në fund po shihnim këto gjëra, më në shumë po shikonin përtej Shqipërisë. Dhe kur shikon përtej Shqipërisë, atëre e shef që mundësit janë pafund. Nuk janë vetëm ato 3-4 njohje e këto në një vend saktuar gjeografik në Shqipëri, mundësit janë pafund. Dhe falë Zotit kemi arritur një ditë 2024 që në Shqipëri po ta do qefi punon për atë pronarin e shtetit. Ti mund të jesh në një treg global. Unë jam graphic designer. Unë në mënyrë automatike hidhem direkte në tregun global. Mund vendos që të jem në një treg lokal për momentin apo për të rritur aftësitë. Pra është një zgjedhja ime, por automatikisht për shkak se puna ime është me zero dhe me njisha, pra në rrjet, atëre unë automatikisht jam në tregun global. Pra janë disa profesione në Shqipëri dhe disa aftësi që njerëzit kanë rritur në Shqipëri që i fusin automatikisht aty dhe ata nëpërmjet kësaj qasje e shikojnë vetëm si pjesë, nuk janë hedhur gjitha këto komplekse inferioriteti, janë hedhur gjitha këto sepse i shohin ato njerëz për ditë në çfarë bëjnë në rrjetet sociale, në punët, kanë marrëdhënie me ta për ditë. Ti ke outsourcing në Shqipëri është çfarë temën? Gjysma e rinis kanë marrëdhënie me ata për ditë dhe marrin komente të mira për ditë, dhe marrin feedback të mirë, dhe ata i thonë, wow, zyra juaj në Shqipëri na shpëtoi. Në Shqipëri, a kupton? Pra kur marrin këto feedback edhe kanë këto marrëdhënie, atëre garantojnë që nuk ka asnjë gjë ndryshe. Gjermani, Amerikani me ata garantojnë. Dhe kjo është ajo që ne duhet luftojmë, dhe kjo është një prej, që po mendoja çfarë do të jepja këtu në këtë podcast, një prej ideve. Dhe ideja është nuk ka asgjë më tepër, por edhe ne s'kemi asgjë më shumë. Pra edhe ne nuk duhet ne jemi nga Shqipëria, i bëjmë çdo gjë e këtej. Jo, secili mban përgjegjësi për veprimet e veta. Dhe secili ka të gjithë mundësinë e kësaj bote për ta bërë. Kupton? Hequr ato barrierë artificiale e këtej, këto dhimbje që ne kemi kaluar, kush e di kush do na pagojë në fund. Kupton? Se siguri qeveria shqiptare jo një. Dhimbjet që kemi kaluar normalisht. Ato s'do t'ja din fare, sepse kur ti thua arrita në një vend me një tjetër, por po të isha lindur këtu do arria aty më herët, se më pak kohë, pra më pak kohë, më pak energji, edhe më pak lek.
Atëherë thua këtë diferencë të energjisë kohës e legu kush na e paguajnë? Kush na bëri këtë gjë? Por që nëse ti e ke vënë për qëllim do bëhet. Kupton? Do duhet më shumë se tjerët, 2 fish 3 fish se Vëndaliu, po ke për ta bërë, me se s'bën. Dhe kjo është ideja. Hiqeni nga mendja, vi nga një vend i vogël, vi nga Shqipëria, nuk dim neve, dim kështu, dim ashtu. Jo po hiqe gjitha këto gjëra nga mendja. Këto gjëra nga mendja i shërbejnë vetëm atyre që ti shkon, ti je në emigrim. Mbas atyre po jo ty. Duhet të largohemi nga kjo, shiko. Se kjo pjesa e inferioritetit është diçka që mua më merr goxha kohë nga jeta ime, pothuajse në përditshmëri, domethënë por jo vetëm, edhe ka pasur disa ndodhi të mëdha edhe të vogla ato vitet e fundit, domethënë që të gjitha këto legjendat e motshme, domethënë që po u bëre bashkë ose po e solle ti, po ja ushqeve universit do ta japim mbrapsht, domethënë është e vërtet, sepse edhe kjo pjesa e votës diasporës ishte një nga këto gjëra të mëdha që ndodhi kohët e fundit që shife plak, sepse nëse ti e do vërtet, nëse mundohesh vërtet, nuk ka rëndësi fare se sa i keq apo sa balozi i zi është ai tek Riga, domethënë, sepse nëse ti e ke ndarë mendin që do bëhet, e kupton? Është çështja se të gjesh rrugën, se konkluzioni është ditur. Se kalojmë te tema e votës diasporës. Si e shoh unë këtë pjesë? Se ti i bën këto tranzicione shumë mirë. Si e shoh unë këtë pjesë? Si e shoh unë këtë pjesë? Me çka kuptoj unë, se jam një ekspert i tërë kësaj çështje për vendin diasporë. Me çka kuptoj unë, ishte diferenca ndërmjet të votuarit ditë diele nga shtëpia jote deri te kutia dhe asaj që dikush duhet bëj të vi nga Florida, kohë, energji dhe lek. Çfarë them unë? Duhet paktën 2 javë, energjia strapacim 12 orë avion, edhe futje një 2 mishe brenda që të votoj. Kupton? Dhe kjo nuk është e drejtë me atë që shkon nga shtëpia e vet, bilezat me tecme deri te çerdhja e lagjes edhe voton aty. Kështu e shoh unë problemin në këtë lloj mënyre. Pra për sa kohë ti i kursen të gjithë këto energji njerëzve që janë larg, se s'po them se tashi, me thënë drejtën, kur jenë nga Roma, nga periferia e Romës, më shpejt merr avionin për Tiranë, sepse ke aeroportin aty afër, dhe vjen për Tiranë për 30 euro vatjaardhje. Edhe me atë rast pine i kafe shef durrës, ku diun çfarë them, edhe brenda ditës kthehesh. Më shpejt e bën atë se sa të shkosh nga çfarë them unë, nga Fresku deri te ku e ke votimin në qendër Tiranës. Pak a shumë, kupton, se po egzagjeroj. Normal, e kupton, në hiperbola. Po, sot e kësaj dite është kështu. Por ama ke shumë njerëz që janë në informalitet, ke shumë njerëz që nuk mund të lënë shtetin e tyre dhe po e lënë pastaj marrin ekspulse të gjitha. Ke shumë njerëz që janë larg, janë thjesht larg, Australi, Amerikë. Me kupton se sa do të shpenzoj. Duhet bërë diçka me teknologjinë që kjo diferencë të bëhet e njëjtë, se kjo diferencë mund të bëhet e njëjtë. Kupton? Po sepse mimitet e aty, pra nuk do shpikim rrotën nga e para. Tu nuk flitet për a kisha mundësinë, tu flitet për a e ke drejtësinë e të votuarit një lloj si me personin që është në Tiranë. A e ke drejtësinë e kësaj gjëje. Pra është fair kjo gjë, që ky të shkoj dali nga shtëpia me bizhame, teci deri te kutia e votimit dhe un ta xhetoj këto gjëra që un s'kam për t'i bërë. Kupton? Kjo do të thotë që ti atëherë lë një pjesë të popullsisë bias. Pra je bias me ata që janë larg, je bias me ata që janë në mënyrë informale, je bias me gjitha njerëz. Dhe këta njerëz janë ata që kanë duruar më shumë dhimbjen e sistemit. Kupton? Sepse nëse kjo është e vërtet, pra ti i çon jashtë dhe jashtë ata nuk kanë më mundësi të votojnë, atëherë ty thjesht vazhdo rrugën, bëj dhe më keq sa ç'ke bër, sepse ata njerëz janë afër teje, janë aty dhe kanë për të votuar, të tjerët kanë për t'ikur dhe s'kan për të pasur mundësi për të votuar. Pra kjo sjell dhe një incentiv të keq. Pra incentivi i keq dhe nuk është e drejtë që këta dy njerëz, që dy shqiptar të kenë të diferencë. Është rrotull djallëzor ajo, e ke parasysh, sepse normalisht rritet përqindja e personave që janë të përfshirë në sistem dhe kanë interes që sistemi të vazhdojnë në të njëjtën mënyrë që është duke vazhduar për momentin, domethënë, dhe duke qenë kështu ikin edhe nuk bëjmë asnjë gjë për 40, 50, 60 vite. Teknologjia është aty. Pra teknologjia është aty, mënyrat janë aty. Bëhesh po të donin. Pastaj janë këto pjesët e tjera, janë njerëz që nuk kanë interesa financiare,
sepse ti nuk je pjesë e strukturimit financiar, sepse Shqipëria është bërë si një korporat e madhe ku çdo gjë është e strukturuar me një interes tek politika. Kupton, çdo kompani unë kam punuar për një tour operator për një 6 vjet. Ai ishte kompani relativisht e madhe. Të gjithë të tjerët, kush kishte interesa me politikën, ishin ata më të mëdhenj. Pra, ti vazhdon në një mënyrë që pjesa ekonomike bëhet e ngjashme me politike. Bëhet një rreth i ngushtë ekonomiko-politik. Kupton? Po. Edhe pra janë gjithë këto gjëra bashk, po ajo më esencialja është pse do të ketë dy diferenca në kohën kur kemi këtë lloj teknologjie. Pse është kjo diferenca me dikujt që ecën. Male dhe mua, bën vaki, votoj të njëjta parti. Bën vaki dhe ajo, a kupton? Jo ishte me drejt ashtu, të paktën ashtu do e vënin dorën zemër, kjo ndodhi, nuk është në gjë. Është edhe vërtet që nuk frymëzojnë të tjera. Kupton? Dhe bën vaki që votoj të njëjta, që nuk ka asnjë lloj diferencë. Por të paktën është fair për ata që janë jashtë. Po, shiko, që t'japim çike edhe përmbajtje të gjithë. Çfarë të ndërpreva ose jo të ndërpreva, më thej që do të them pse është arsyeja që ke ardhur në podcast edhe dua që ta vazhdoj me atë një herë bisedën, nëse jam goxha intriguar, është goxha enigmatike si gjë, edhe e vazhdojmë nga aty. Jo, është një shpjegim shumë i qartë nga ana ime pse dikush i futet podcastit si fillim, kupton? Paktën në rastin tim, unë kam qenë një e quajnë, se ne bëjmë user research design dhe janë këto produkte digjitale, është situational handicap. Pra ti ke një situatë ku je i verbër, le të themi, në këtë lloj hapësirë kohore. Pra që kur lindi, se unë kam një djalë 2 vjeç, dhe që kur lindi djali, shkollë, punë, gjithë të gjëra, isha në një moment që vetëm duhet bëja gjëra dhe nuk kisha syt për të parë YouTube-in, për të parë materialin e informacioni, pa unë kisha librat e gjitha, nuk kisha syt, por kisha veshët tjera. Kështu që kufjet në vesh, edhe qa isha material e bëja me transkript dhe bëja në text to voice, dhe pasaj podcastet ishin ndërkohë, se s'mund të rria vetëm duke lexuar materialin për dizajn e për te. Kështu që ato ishin ndërkohë. Ndërkohë po i dëgjoja në këtë mënyrë. Dhe duke dëgjuar në këtë mënyrë, kuptova përfitimin e madh të një podcasti. Se njerëzit nuk e kuptojnë. Njerëzit shumica kur unë flas nuk e dallojnë pjesën e podcastit. Kush është përfitimi i madh? Janë barierat e hyrjes për dikë që do ta bëj dhe barierat për dikë që do të marrë pjesë. Ne po flisim këtu mund të bësh audio. Imagjino ti audio. Unë të isha në qendër tregtare, marroja një punë, fshija shtëpinë, të laja enët, dhe ne bënim podcast. A kupton? Barierat janë thyer, që do të thotë më shumë njerëz mund të thonë zërin e tyre. Hiqi ato, sepse ka një ndryshim ndërmjet se unë podcastin e quaj blogu 2.0. Blogu 1.0 ka qenë teksti. Teksti i gjatë. Pastaj ka qenë mikroteksti, që ishte Twitteri, dhe Twitteri ka ardhur si nevojë e mungesës kohës, sepse njerëzit nuk kishin kohë, shkruanin aq gjatë. Kupton? Nuk kishin kohë, nuk kishin aftësi, nuk kishin komfort. Bota po shkonte me shumë shpejtësi dhe filluan mikrotekstin. Dhe mikroteksti bënte sens për dikë që priste për autobusin, priste për metron, priste për diçka tjetër, ishte në radhë në një vend e shkonte shpejt. Kupton? Tashi podcasti është një rikthim i long form content, i përmbajtjes të gjatë, e cila është më e pasur me argumenta, më e pasur me shembuj. Kjo që po bëjmë neve, ne po japim shembuj, po japim argumenta, po japim histori. Historia gjatë gjithë historisë së njerëzimit ka qenë ajo që më shumë i ka mësuar njerëzit. Ti s'mund të hapësh atë histori në 3 rreshta, se unë për shembull përdor LinkedIn-in, po të ishte X ose këto vende, në 3 rreshta shkrim. Nuk e jep dot edhe po të duash. Jep esencën. Në një vend e kanë krahasuar shumë bukur është si të dëgjosh një këngë techno apo house që ka një drop dhe dëgjosh vetëm dropin. Tash ai dropi është një lloj me çdo këngë. Është build-upi, është si e çon deri te ajo këngë që e bën dropin të bukur. Është si fillon e si mbaron kënga. Këngët më të mira që unë dëgjoj, se unë dëgjoj shumë techno e trance të gjitha. Këngët më të mira janë ato që e fillojnë dhe e mbarojnë dhe të japin një histori pa thënë gjë. Dhe ka një drop aty.
ti merr dropin, e çon ja thua njerëzve, ja vën njerëzve dëgjojnë vetëm dropin, nuk kanë marrë vesh asgjë. Do është njësoj si një këngë tjetër, një këngë tjetër, një këngë tjetër. Dropet njëjta. Është e njëjta gjë me shkrimin. Është shumë e vështirë dhe shumë pak njerëz mund ta bëjnë atë shkrim të shkurtër, aq kuptim plot për atë që dëgjon, aq relative për audiencën dhe që të bëj ty që të ndryshosh sjelljen ditën tjetër. Se këtu është e gjithë ideja, pra ti je aq shumë efektiv sa njerëzit ndryshojnë sjellje ditën tjetër. Ajo që ndodh me përmbajtjen e shkurtër, si punë e TikTokut, është që mbasi bëjnë scroll për një gjysmë një orë, kësh bërë një studim, i kanë pyetur, çfarë ke parë? S'majnë mend asgjë valla. Ku e di unë çfarë kanë pa mace qenat. Sepse qëllimi është tjetër. Qëllimi është që ti të heqësh mendjen. Nuk kanë për qëllim që njerëzit të mund të bëjnë diçka me jetën e tyre, të përmirësojnë jetën e tyre, të vëjnë në aksion këto gjëra që kanë dëgjuar, kupton? Podcasti, shumica atyre që janë të që unë dëgjoj që janë popullore të tjerë, e hequr këto që janë për muhabet, të japin një action plan, dhe ti nesër e bën atë gjë, dhe nëse ajo ka funksionuar, dëgjoje prapë atë podcast. Dhe nëse prapë të jep diçka dhe ti e bën në zbatim, nëse ajo ka funksionuar, dëgjoje prapë. Pra, unë e shoh podcastin në mënyrë investimi, por duke qenë se mediumi ishte aq më thoni i shpesh për mua, atëre mendova dëgjoja edhe muhabete, po edhe kështu, po edhe për të qeshur ca të tjerë, po edhe këtë, kupton, sepse robi nuk mund të jetë vetëm pun, kupton? Prandaj unë them që podcasti është mediumi i së ardhmes. Në Shqipëri duhet i së ardhmes, në Amerikë është. Në Amerikë, këdo që takoj unë, të paktën njeh dikë që ka një podcast ose ka pasur vetë një podcast. Problemi është se 98%, dhe këtu ka qenë një statistikë, nuk kam marrë mend fiks 98, 95, gjithmonë ndryshon kudo ku e shef. 98% e podcastëve nuk i kalojnë 3 epizode. Pra megjithëse mediumi bariera është aq e ulët, megjithëse ata që mund të marrësh në intervistë është aq e ulët si barierë, pra Timberlin unë në Florida, pas gjithë këtyre gjërave, prap njerëzit heqin dorë, sepse këto lloj jete po bëjnë. Unë nuk e vë faj, shumica këtyre janë punë, qef të heqin mendjen nga puna që kanë bërë, sepse jeta e tyre ta shpif. Pra edhe ai qefi që bëjnë është ta heqin mendjen, sepse është më mirë ta heqësh mendjen, sepse të bësh atë gjë që duhet bërë që ta heqësh veten nga lloji pune që ke gjatë ditës. E kanë më thjesht. Mos veprimi të heq përgjegjësinë, ankesa. Po jo, po se mosveprimi është le të themi kanceri i shpirtit, sepse mosveprimi është ai që të fut në stres. Mosveprimi për idetë e tua dhe për dëshirat e tua, dhe për planet e tua të ardhmes është ai që të shkakton stresin, është shkaktuesi primar i stresit, është thjesht mosmarrja e një nisme, se për të menduar mendojmë gjithëre, edhe kur ha buk, edhe kur veten në banjë, edhe kur bën dush. Domethënë ke ide më shumë se sa mund të ketë dhe Elon Musk, po ndryshimi vetëm është domethënë që sa nga këto 10 gjëra ti provove në përditshmërinë. Dhe kjo statistika me 3 episode që nga shumë e frikshme. Kështu që miq, mbështeteni Buçi Podcast. Ne nuk jemi te episodi 3, jemi te episodi 132. Sa ke vajt? Edhe 132 episode. 132 të Buçit, jemi diku tek një 20 e kusur monologe, kemi një 10-a, nuk e di se sa hapësira publike, kështu që po ti mbledhësh të gjitha ato që janë regjistruar, bashkë kemi diku te 170, 180. Ti fute podcast kur jetu vajt për nga shtëpia për punë. Pikërisht. Kështu që miq dini lojë. Ka bërë shumë përshtypje që like, subscribe, koment etj. E hape rekordin sikur po nisesh nga makina, dëgjoj doja të këtë gjë. Pas ka qenë semafori kushtu, priti sekondë, kalova, po ky mos ju futi. Vazhdoi muhabetin, pastaj arrita un punë. Hajde mirëpafsh. Është fiks ashtu siç ajo është siç e përshkruaj aty përpara, domethënë. Ai është nivel më i lartë. Ai është niveli, kupton? Njerëzit duan të dëgjojnë njerëz të tjerë që kanë ide të përbashkëta, sepse kjo i bën të ndjehen më mirë, sepse jetojmë në një botë që është jashtëzakonisht e vetmuar. Pra, të gjithë indikatorët e vetmisë kanë vajt kaluar çati. Të gjithë indikatorët e vetmisë. Që nga si ka mundësi se ne them connection, community, social media, domethënë si ka mundësi që sa më shumë community dhe bashkësi dalin online, aq më shumë rritet niveli i vetmisë. Sepse këto teknologji ta bëjnë ty më komforte këtë lloj qasje me shoqërinë tënde dhe ta bëjnë ty më të thjesht nga ana resurseve, ti harxhon më pak kohë, më pak lek, më pak energji. Kur shkruan dikujt nga Facebooku.
sepse të shkosh ta takosh në një moment caktuar, në një kohë caktuar, në një vend caktuar, dhe të jesh përballë dhe të fishësh mirë e këtej se do dalësh në publike të gjitha. Ka një lloj shpenzimi dhe njerëzit jo vetëm që janë bërë tembel, por edhe janë gjithmonë në vrap. Dhe është një bashkësi që tash unë se filluam me të futurën e qeverisë, me inflacionin, me si duhet të vrapojnë më shumë, me si duhet bëjnë më shumë gjëra, me teknologjia që ta bën më të thjeshtë këtë gjë, pa jo nuk është shoqëri. Ne jemi në një lloj, sepse njerëzit mendojnë që jemi në se unë për shkak jam i gjeneratës tash në 90-ta 2000-shi, duket sikur nga që ne jemi të asaj gjenerate dhe ne kemi luajtur futboll me gura në rrugë, edhe kur kalonte një makinë iknim gjithë, pastaj vinin prapë te rruga. Duket sikur nga që ne vim ka qenë sa kopa stres ka qenë ajo më zoti më. Çfarë thua bura, ajo ka qenë fëmijëria ma, kupton? Fëmijëria është kjo mbyllur në 4 mure, Twitch, tu lut me tjetrin, vravet atë. Ne edhe kur luanim shkonim te LAN Party, që është në blok, ka pas qenë vendi kryesor, ka pas qenë Party Disco Inferno disa tjerë, luanim Counter Strike. Edhe të gjithë njerëzit që njihnim ishin vërtet. Dhe që eshtin kështu, flanin me tjetrin, kërciste dajaku në vend tjetër, ç'është bëhesh aty? Aty ç'as bëhesh, edhe brenda dhe jashtë lojës. S'ishte vetëm loja. Këta janë në dhomën e tyre, tërë ditën. Twitch, me tu lut me tjerë, gjasme po luj me filanin unë, ose do dal me filanin, kupton, s'me të pasun kalamanin, thotë do dal me filanin, ku shkon në dhomën e vet nga kompjuter. Shko valla dil. Shko luni çka keni për të luajtur. Po shiko, shumica e këtyre domethënë që kryejnë këtë lloj jete kur i flasim ne për gjërat që kemi kaluar është identike njëjta gjë kur flisnin prindrit tan për ato çfarë bënim ne, domethënë ne pse kur ishim ne të vegjël ne iknim lidhim dru në orën 4, pastaj ktheheshim, pastaj do bëhemi ku kishim ne kohë për të luajtur etj edhe jam i bindur që edhe brezit e ri domethënë ne i tingëllojmë në të njëjtën mënyrë që na tingëllonin prindrit tan ne kur shpjegonin ato histori. Unë mendoj se ajo ka qenë, domethënë pavarësisht se ka qenë fëmijëria, zakonisht fëmijëria është gjithmonë pjesa, le të themi, më pa stres, sepse nuk je as në dieni, je literalisht budalla, e kupton? Jo në kuptim të keq, po thjesht që nuk e thith në ato lloj, le të themi, thellësie të gjithë atë environment, çfarë rrethon ty. Dhe gjëra që bënin ne nga më idiotet, nga më brutalet si fëmijë, domethënë un prap nuk e di nëse kam gabim, po prap do zgjidhja ato se sa të shpenzoja domethënë kohë pafund përpara një kompjuteri dhe kjo vjen nga një person që ka shpenzuar jashtëzakonisht shumë jetën e tij duke luajtur video game. Nga qenë gamer për një kohë jashtëzakonisht shumë të madhe. Dhe her pas here, një herë në 4 muaj do kem 1-2 javë që prapë më pëlqen të futem online edhe të fus ca loja Dota se është fiksa ajo shteti që më ndihmon shumë të heq gjithë stresin domethënë, nga që është ai shumë aktive, është hiperaktive pothuajse, se të mban të gëzhduar përpara ekranit në kohë se nuk mund të bësh asnjë gjë tjetër kur je duke bërë atë, të çliron nga gjërat e tjera, po nuk është diçka që mbahet afatgjat më. E kupton që okay, të jep një farë lloj shoqërinë. Nuk zëvendëson dot, e kupton sepse shoqëria bazohet në vlerat që janë të ndryshme në vend të dytë, se në vend të parë ato që janë për të bashkëta, po janë ato që janë të ndryshme që krijonin biseda me shkëmbim informacioni me njëri tjetrin që çfarë ke qef ti, çfarë kam qef unë, domethënë kurse diçka e tillë që të merr shumë kohë nga koha jote siç janë video games, domethënë të jep të themi një rrugë hyrje bisede vetëm ekskluzivisht me persona që bëjnë atë gjë, domethënë dhe është e pamundur të shpjegosh dikujt tjetër se çfarë duhet bërë. Unë besoj se të gjithë kanë shumë qartë kush janë këshijat dhe kudo që dëgjoj unë, po vetë ata Zuckerberg, të gjithë këta të Snapchatit e kanë shumë qartë. Njerëzit e kanë qartë, njerëzit e dinë. Por është edhe ajo që thua ti për shkakun, sepse kemi pasur jo domosdoshmërisht ne ishim aq shumë ndryshe nga prindrit tan, po thjesht ne të njëjtën kohë i kishim jashtë, po vetëm se prindrit tan mundoheshin më shumë, jo do merrin drut tek te ande, kurse neve kishim më shumë lojë atë kohë jashtë. Kupton, nuk e kishim aq shumë me dhimbje fizike, por prap ishte jashtë. Pra un kam netër ditën jashtë. Prindët e mi mund të kenë netër ditën, mbase më pak se mua. Kupton? Mbase në atë kohë ishte edhe konteksti se un lindur e rritur në blok të Agimet. Dhe aty gjitha lagjet vërdall ne njihnim. Shkonim nga lagjet e tjetra, luanim futboll, njëri me lagje, njëri me tjetrën, kur bloku pasaj erdhi dhe u bë më shumë lokale këto gjëra, rinim edhe jashtë, jetë natë, jetë dite, më thënë çfarë mendosh ti, gjitha. Tash këta, mbase disa prej tyre mendojnë që kjo është thjesht një vazhdimsi e kalimit nga
fizikja jashtë në virtuale. Pra edhe neve kishim një lloj dhe ne mund të ishim tranzicioni, se ne prap luanim virtualisht në kompjuter, vetëm me Nintendo edhe me këto PlayStation. Kuptoni, bënim këto gjëra prap se prap. Por nuk e kishim që zëvendësonim atë pjesë. Këta tani e kanë shumë herë më të madhe atë pjesë dhe po zëvendësojnë në rrjetet sociale shoqërinë, e cila do që të bëhet virtuale. Problemi është shumë e rëndësishme Elsi, të ndërpres pak. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë sepse unë mbaj mend në lagjen time, e kupton në Berat, në Uznov, e kupton në lagje pothuajse në periferi të Beratit, kanë qenë standardi të si kemi qenë gjithë njësoj, domethënë, por unë për arsye sepse xhaxha im ka pasur një sallë kompjutrash, domethënë, kur u shpërbë, mora një nga këto kompjuterat me pak lek në shtëpinë time dhe isha i vetmi lagji që e kisha, domethënë edhe luaja çfarë lloji që ishte atje, domethënë edhe kënaqesha pafund. Po ndryshimi e të gjithë kësaj ishte se ne kishim ditë për shembull, sidomos në fundjavë kur të gjithë shumata lagjes në 7-8 çuna, literalisht çoheshin në orën 6 plak. Çoheshin në orën 6, 6:30 mblidheshim te shtylla korrendit, atje e kishim vendin e takimit, edhe niseshim për te kodrat, ku kishim një kasolle me dru që e kishim bërë vet, i vidhja veglat babit unë. Kështu në një sjepar, në një gjë domethënë, bënim shtëpia druri dhe ne iknim në orën 6-7 tak, edhe ktheheshin në orën 8 në darkë. Edhe nuk prindërit ishin të qetë, as kishin merak se ku bën, se e dinin shumë mirë që këta janë duke lozur, ka marrë salqiçe, i kemi dhënë 3-400 lekë për të marrë një sa çokoladata. Atëherë s'kishte as komunikim që të rinte prindërit duke bë tekste, duke marrë telefon. Pikërisht, edhe ikje si zotri kur ktheheshe deri tek buza në bal, domethënë dhe në dhe çka kishe bërë gjithë ditën, e të zinte gjumi rehat se ishe lodhur fizikisht, e ke parasysh që ishin çdo gjë ishte në rregull. Kishte më pak stres. Aktiviteti është më pak stres, të folurit me njerëz në mënyrë sy ka më pak stres, pjesa e ekranit të lodh syt, të streson, pjesa e rrjeteve sociale sepse të marrin vetëm pikat e njerëzve, pikat domethënë pjesët më të larta të jetës tyre, vetëm kur gëzohen, vetëm këtej nuk shikoja dot, sepse ne kur i takonin për ditë shikonin kur tjetri kishte një hall, një problem, njerëz si qanin, që i shikonin dhe këto llosat. Domethënë, rrjetet sociale kanë bërë një lloj artificialisht jetë të tjerëve, ti bëhesh më keq sepse shikon tjerët që shkojnë në ca vende, bëjnë ca foto, vetëm këto gjëra, dhe thua, po jeta ime çka, vetë bëhesh më keq, më pak kohë harxhon jashtë me njerëzit, më shumë kohë harxhon brenda ekranit, më shumë kohë harxhon me gjëra me të luajtura me tej, pjesën e tjetër të kohës nga që s'ke kohë, je kështu mendon, hajtë se do i shkruaj, por që kjo pasaj çon, pra kjo në perspektivë do jetë që do ketë më pak empati për njëri tjetrin, që do thotë më shumë gjëra të liga do bëhen. Sepse ti nuk do kesh më atë afrimitet me frymorët, sepse do jesh vetëm, se kur je vetëm i bllokuar në një vend, është si puna e asaj studimit që kanë bërë me autoritetin, që i thonin atyre vëjmë më shumë elektricitet, dhe nëse ai ishte autoriteti, thoshte ai vonte më shumë, megjithëse personi tjetër kishte përballë dhe ai po u lërinte. Pra humbasin nga empathia për njerëzit. Nëse humbet nga kjo, megjithëse ti mund të jesh një marketer i mirë, një biznesmen i mirë që kupton se çfarë duan njerëzit, humbet nga të kuptuarit e personit tjetër për çfarë janë emocionet, për çfarë janë ankthet, për çfarë janë këto pjesë të personalitetit. Dhe nëse kjo mungon, atëherë ka më shumë shanse që njerëzit i bëjnë keq njëri tjetrit, edhe në masë, sepse ti si e më përballë. Dhe një gjë që kanë vërre unë për shembull me bizneset në Amerikë, që nuk kanë zyrat e tyre ose që nuk kanë këtej, është e pamundur të gjesh dikë që të të përgjigjet, sepse ai nuk ka zyrë. Merr telefon, të shojnë vërdall 100 gjëra tjera, të mbajnë për gjysmore, 1 orë, pra ta heqin gjithë atë dëshirë që të kesh dikë që të thotë diçka. Dhe ti çfarë bën? E provon një herë dhe nëse s'pëlqeu, hajde, diçka tjetër, bie prapë aty, nuk kupton që je prapë tek një njëjti biznes, sepse nuk ka një njerëz të dali përballë, nuk ka njëri të marrë përgjegjësi. Kupton, unë atë i quaj shërbim të merr, shërbim. Por ky është shërbim, nuk është shërbim, po se janë të gjithë disconnected të plak, po ta vësh re. E kupton se edhe të gjitha ato media sociale që janë media për mendimin tim antisociale, po ta vësh re edhe në TikTok edhe në kështu, janë po ta fillojmë që nga bazikja fare, mënyra se si sillen njerëzit me njëri tjetrin, domethënë, që mua në fillim bënte përshtypje, po tani më është bërë lëkura aty në rinocerontit, nuk i shoh fare, domethënë vetë syri i kalon pa i dhënë vëmendje fare, domethënë, po 101 të zeza.
dilte ajo një vajzë aty e shkret është gjithë ajo gocë ka arritur gjithë ato gjëra vetëm me veten e saj pa ndihmën e askujt, domethënë e dini njerëzit po ti je kurve, po ti je buçe me nder muhabeti tash, e ke parasysh se po ata të mirët vuajnë nga ana nga juve jeni ajo çfarë është problemi i shoqërisë, e kupton, po mendoja me veten time në fillim valla që sa nga 10 komente domethënë sa nga këta do i kishin këllqet me nder muhabetit, ti thoshin të njëjtat gjëra, po përballë. E ke parasysh? Asnjë. Edhe ka krijuar një farë lloje environment, një farë lloj natyre, e kupton, një farë lloj ambienti për këta persona që përdor më fare Facebookun, me thënë drejtën. Këto vende si Facebooku nuk i përdor më fare. Domethënë edhe kur e hap ndonjëherë Facebookun që shikoj mesazhet, që komunikoj me IMM për shkakun, ka lloj clickbait, pafund clickbait që më vjen përballë nga algoritmi. Domethënë nuk e kuptoj se çfarë kanë bërë aty algoritmit Facebookut. Unë për vete ri më shumë në LinkedIn, algoritmi shumë i mirë, promovon gjërat që njerëzit pëlqejnë, çdo koment është me dikë që ja di me emër mbi emër, ku ka punu, ku s'ka punu, ku jeton, kupton, është më shumë identifikueshëm. Ndryshe nga rrjetet sociale tjera, unë ma mërmendja është vendi më shumë identifikim të njerëzve. Dhe njerëzit thonë gjëra që pa pas do të marrin përgjegjësi. Nuk thonë gjëra që nuk ka kush të marrë përgjegjësi, si në Facebook, me lloj accountesh ti merr vesh kush është, ç'është ç'a bën. E njëjta gjë me Instagramin, e njëjta gjë me ç'a kam parë me Twitter, me X-in. LinkedIn është ai që i ka më shumë personalizuar llogarit e të identifikuar. Dhe kur jeni në vend të tillë, nuk flasin në atë lloj komente, bëjnë komente çik të çuditshme këtej, po domethënë marr përgjegjësi vetë, secili marr përgjegjësi. Kur vjen puna te këto rrjete sociale, kjo është. Pra, këtë kemi, këtë do të bëjmë. Por, për mediumin e podcastit, megjithse dikush mund të mendojë që dëgjon podcaste janë vetëm me të shame, vetëm me çat të dalin mendje e këtej, ai është mendimi i atij person. Ajo që bën diferencën me podcastin është sepse është long form, është përmbajtje e gjatë dhe një mënyrë natyrale siç është zëri, që ne jemi mësuar me njerëz tjerë. Kjo bën diferencën, sepse jep më shumë informacion, dhe kjo është me statistika në një vend duke se ishte 50% të jep teksti, 33% zëri dhe pse i bie 55% të jepte jo verbalja, që është imazhi. Kupton? Dhe prap më e mira pjesën më të madhe informacionit e merr sy-më-sy. Tipit në auditor kur e shikon personin. Por mbas asaj vjen videoja dhe mbas asaj vjen zëri dhe pastaj teksti. Tash mbase do ishte mirë që të shikoni me video, që këto gjëra dhe ti e ke me video. Apo, e ke në YouTube. Po. Por që ti të lirosh sa më shumë kohë dhe të marrësh gjëra, se unë kur i futem podcastve ka aq shumë vëlla, sa unë nuk di këtë zgjedh në fillim e këtë marr në fillim. Por nëse unë do i shikoja këto gjëra, unë s'do kisha kohë. Por nëse unë i dëgjoj dhe bëj diçka tjetër ndërkohë, atëherë unë e gjej atë kohën. Dhe kur ky informacion nuk është aq që me vëmendje, sepse ka materiale që do të kesh shumë vëmendje dhe është e mirë që mos bësh asgjë tjetër. Por nëse ky informacion është në mënyrë bashkëbisedimi, siç po bëjmë ne, atëherë ti mund të jesh duke bërë diçka mekanike dhe prap ta marrësh të informacion dhe prap të ndihesh mirë dhe prap të qeshësh kur është për të qeshur, e prap të marrësh shënim kur është për të marrë shënim. Dhe kjo është mënyra më e mirë që unë di deri tani nëpërmjet audios. Është mënyra më e mirë. Elsi, kam një pyetje për ty që përmend edhe pak më përpara që thënë në Amerikë është mënyra e të ardhës podcasti, por në Shqipëri do të jetë. Që do të thotë nuk është akoma. Një pyetje kam. Si e percepton ti, domethënë që pse akoma në Shqipëri podcasti nuk i ka vendosur rrënjën siç duhet? Mund të ketë shumë arsye, mund të ketë një arsye madhore, me çfarë shoh unë me shqiptarët. Nuk është se janë, e para njerë nuk është se janë aq të futur në informacion, pra nuk është se janë aq growth mindset, pra që të ketë një mendim që më duhet më shumë të di për këtë gjë, që pastaj ta bëj mirë këtë gjë. Kupton? Është më shumë me të llafosur me shoqërinë, kur dikush i thotë që bëhet kështu, okay. Plus pastaj është mendimi që Shqipëria ka një ekosistem më vetë, është e kotë që dëgjojmë nga jashtë, sepse në Shqipëri dihet si bëhen punët, dihet çfarë duhet për bërë. Kur vjen puna tek këto intervista, tek mediat, për shembull ti përkundrejt opinionit, përkundrejt top storyt, përkundrejt këto,
është e vështirë për njerëzit të kuptojnë që megjithse këto emisione kanë kaq shumë buxhet për ta bërë post production kaq të bukur dhe kaq të mirë për syrin, edhe duke futur inserte e gjëra këtej. Problemi me këta është sepse nga që kanë kaq shumë kosto, dikush i financon. Dhe nëse dikush të financon, nuk mund të thuash, pra ti humbet nga originaliteti dhe autenticiteti. Se ti do japësh llogari atij që të financon radh parë. Pastaj ta bësh të emisionin të bukur, pastaj ta bësh të fan, pastaj ta bësh me edukim. Do japësh atij një llogari që të financon. Podcasti nuk ka nevojë për këtë lloj financimi. Është financim minimal. Dhe është e pamundur që Bleoni me kaq sa çon për këtë podcast të marrë aq shumë financime nga dikush që t'i japi llogari që mos thot atë që mendon. Ka një probabilitet 0.0001%. Nëse Bleoni e bën atë gjë dikush tjetër, direkte mund të hapi një kanal që nesër. Një mikrofon, këto kufjet. Këto kufjet dhe celulari. Që nesër. Dhe të thot, jo, kështu është. Dhe kështu e mendoj unë pse. Problemi është që duke pasur shumë volum, atëherë do duhet një lloj rregulli në këtë ekosistem podcastesh. Qofse ka shumë volum që bëjnë, dhe atë pastaj vendos algoritmi që për shembull nëse unë hap Spotify është Spotify. Por deri tani algoritmi Spotify nuk është aq makabër sa mund të jetë ai Facebookut, sa mund të jetë ai Instagramit apo TikTokut. TikToku është by definition makabër. Varet se si ti e ndërton atë algoritëm. Gjithsesi në Spotify nuk më nxjerr gjëra që unë nuk jam interesuar më përpara. Pra duhet të jenë gjëra që unë i kam hapur më përpara në kanale që i kam parë më përpara. Dhe ndërmjet tyre unë shoh edhe zgjedh. Nëse dikë e kam ndjekur për një vit, do e shoh prap, edhe nëse ajo mas automatik nuk është se mbjell ajo temë që po flitet, nuk është se më kënaqe shumë, por e di nga personi që ka podcastin. Dhe kjo është e mirë, se podcastet kanë person. Emisionet televizive kanë staff. Po. Tër ekipi, tër këtej, si të mendojnë, ku merret vesh si i bëjnë vendimet, merret vesh si kush e bën skaletën, merret vesh kush ashtu. Dhe prandaj kur ti shikon opinionin, nuk merr vesh më dha se çfarë do të thotë për shembull Blendi Fiziu. Nuk ke për ta marrë vesh asnjëherë se çfarë mendon ai. Jo vetëm ai, por nuk ke për ta marrë vesh asnjëherë se çfarë mendojnë as ato të ftuar. Ato janë ca intriga, ndërlikime me interesa që kanë andej këtej. Kur dëgjon një podcast, e di që personi donte të thoshte atë gjë. Mbase edhe ai person është i motivuar sepse do që të vëj një lëvizje, një movement apo di unë, por ti e di që nuk është prej dikush që e financon. Por është dhe e prekshme, sepse edhe nëse ke diçka të paqartë është reachable. Dhe ke më të thjeshtë, domethënë që thjesht më dërgosh një direct message në Instagram apo ku dëgjon në koment në YouTube, edhe sidomos mamën e podcastit si puna ime apo Besti Andi podcast apo diçka ndryshe, domethënë e kanë interesin që nëse dikush bën një koment diku, domethënë normalisht të krijojë një farë lidhje me dëgjuesin ose me ndjekësin e podcastit, domethënë dhe të shkëmbej mendime. Po, nuk është më interaktivi, unë do të thoj që më interaktivi është mikroteksti. Kupton, sepse ti kur bën një status, tjerët komentojnë, bën like e këtej. Nuk është më interaktivi, por masa është më interaktiv se emisionet e mëdha normalisht. Por gjithashtu edhe podcaste popullor si Joe Rogan Experience për shembull, është më mundur që unë komunikoj direkt me Joe Rogan. Rrezik dikush një asistent That's a different ball game. Ajo është tjetër gjë pastaj. Kur vjen puna te podcastet në përgjithësi. Por janë më shumë reachable, po ato thënë mikroteksti është ai më interaktivi. Kuptohet, Twitter ka bërë një avancim të madh në këtë aspekt sepse ka marrë parasysh që nuk është interaktiv dhe kanë bërë Twitter Spaces. Kupton? Dhe me Twitter Spaces ti mund të hysh direkte. Komenti jot është hyrja në xhirim edhe thënia e çfarë do të thuash. Tamam? Apo. Po. Se përdor shumë, po kam parasysh ide. Po nga përduar se kam përduar Twitter Space për shumë hapësira publike që kemi regjistruar atje, domethënë, kështu që është vërtet si një shesh fshati i vogël, domethënë ku vjen gjithë secili thotë çka ka për të thënë. Është njësoj të marr telefon, dëgjoj po i dëgjoj këtë, po shikoj çfarë mendoj, unë mendoj këtë, është njësoj si komenti poshtë statusit tënd, dhe ti përgjigjesh atij komenti me zërin tënd. Është një lloj, e njëjta gjë. Po. Problemi tjetër është se nuk të jep atë lloj, nga që tash janë kaq shumë volum i madh dhe ti shkon tek ata që i ke dëgjuar një herë, është bëhet e vështirë dëgjosh gjëra të reja. Kupton, bëhet pak e vështirë. Në këtë aspekt mikroteksti, pra LinkedIn, Twitter këto, e kanë më thjesht sepse dikush që ti njeh like dikë, ti shikon pastaj futesh aty dhe shikon gjëra të tjera, pra e ke pak të e zgjeron gjithmonë.
këta kanë pardashur ta bënin social audio, dhe nuk e di a ke dëgjuar për kjo quhet social listening, që duan bëjnë këta Clubhouse-in, që ka bërë Naval Ravikant, që është dikush që kam dëgjuar librat e intervistat e gjitha. Se kam dëgjuar, ma elaborojnë. Një prej personave më të zgjuar në Amerikë, Naval Ravikant. Nëse do një libër që të lexosh që të bëj efekt në jetën tënde, lexo The Almanac of Naval Ravikant, pjesën e parë ku ka të bëj me leverage of your time. Pastaj pjesa e dytë është për pjesën shpirtërore, po ata janë Krishnamurta e këta tjerët në Indi, budizmi e këto, unë se kam lexuar fare. Ky hapi Clubhouse, dhe Clubhouse kishte për presupozim social listening, që do të thotë short form audio. Dhe njerëzit vetëm t'i bëje scroll dhe njerëzit vetëm flisnin. E folura e shkurtër. Kupton çfarë po them? Po nëse ti e bën vesh atë dhe gjithmonë i xhiron këto, sepse presupozohet ti s'ke mundësi për ekran. Pra kjo do ishte diçka që do ishte vetëm në audio. Do dëgjosh diçka tjetër, zëm se ti e bëre tap, okay, dua të dëgjoj më shumë nga kjo. E zëm, kupton? Po ka një rrjedhim kohor. Dhe ky rrjedhim kohor i tërë këtyre feedeve, zëm se ke feedin në audio, nuk është një lloj me shikimin tënd në ekran dhe kur shkon me scroll. Shkojnë e bën më shpejt, syt skanojnë më shpejt, syt shkojnë mbrapa para, shikojnë diçka, prit nuk e dallova mirë, shkojnë mbrapa para. Me audio si ti thuash, prit çojmë mbrapa se nuk e dëgjova këtë pjesë ose je duke bërë diçka tjetër. Thjesht nuk funksionon. Ai e bëri doli komplet flop. Domethënë brenda një viti masi kishte disa usera, tani është si shkretir në internet. Dhe këto janë. Pra nëse i gjendet këtë lloj zgjidhje, sepse për long form, për përmbajtje gjatë, është i shkëlqyer. Gjen kohën ti, gjen kohën personit, të thotë gjërat që do të thotë, nuk ka asnjë një person që e financon, është perfekt për gjatë. Problemi është që nuk ka një gjë të shkurtër që të bëj ty që të djesh të tjera jashtë asaj që ke dëgjuar deri tani. Pra jashtë atyre podcasteve që ti je që i dëgjon. Por kuptohet, njerëzit do e mendojnë diçka. Ose do e mendoj unë, do bëni lek madh. Normalisht, gjithsesi ka ide të tilla, po më qemi këtu tani, cilat janë idetë e të ardhmes për ty? Çfarë projekte ke në mendje? Për momentin, gjëja që më intereson më shumë është marka personale e individit. Unë jam një graphic designer. Kam bërë shkollën këtu, atë bëj gjitha. Graphic designi ka të bëj direkt me marketingun. Pra ti në fillim je një marketing professional, pastaj je një artist. Dhe unë asnjëherë se quaj veten kur shkoj në vende nuk e prezantoj asnjëherë veten si artist. Gabimi i madh. Artisti bën diçka tjetër, është graphic artist. Graphic designer është ai që merret me gjithë pjesën e marketingut. Pra, kur ti shikon një biznes dhe ka tre shtylla, promovimin, core offer që është produkti ose shërbimi, edhe administrimin, graphic designer është ai që është tek promovimi dhe bën, pra ke sales e marketing dhe shitje, e cila janë një V, dhe shitja është ta kapësh peshkun me dorë, marketingu është të bësh anije të shkosh në det edhe shrijetën të kapësh më shumë peshk, pra produktivitet më të lartë. Dhe graphic design është ai që pjesën e marketingut i bën asetet. Dhe këto asete bëjnë shitje në mënyrë të përshkallëzuar, pra që është scalable sales. Dhe kur e mendon, ti thua, okay, do punoj me biznese, por mendimi im është që në një të ardhme nuk do ketë më 9-5. Dhe që ose mendon efektet e mos pasjes 9-5-ës, atëherë mendojnë që për punëtor që bëjnë white collar dhe themi, s'po them për njerëz që bëjnë punë fizike. Po. Produktiviteti ka ardhur në ato pika sa biznesi nuk do ketë më nevojë për 40 orshin tënd. Kupton? Dhe kur ti ikën nga një punëdhënës tër muajin, tër vitin dhe si në Shqipëri, bosi, punoj për këtë bos, as punon më për asgjë tjetër dhe nuk bën më asgjë tjetër, kupton? Dhe kur ti ikën nga kjo frame, atëherë ti mendon për si të promovosh veten tënde që të kesh 2-3 klient, kesh 2-3-4 klient, kupton? Dhe kur ti ikën nga e ka për detyrë kompanitë në Shqipëri të më marrin në punë dhe ato të më mbajnë mua me gjitha rregullat të çdo gjë,
ti e shikon veten tënde si biznes. Dhe me thënë drejtën, gjëja e parë që shikon ndryshe në Amerikë nga Shqipëria, por edhe në vende perëndimore, jo vetëm pasi në Lituani dhe aq, po domethënë e dalloje këtë diferencë, është se njerëzit e mendojnë veten si biznese. Dhe këtu ka të bëjë shumë pagesa për orë. Dhe ti e mendon, kam prime time që është mëngjesi, kam e dyta që është darka, pasaj dreka, pasaj këtej, si mund t'i kombinoj këto që të marr 20 orë aty, 30 orë aty, 25 orë aty ose këtej. Dhe këta njerëzit e kanë të inkorporuar në Amerikë. E mendojnë veten e tyre si biznes. Duke menduar veten tënde si biznes, atëherë mendon se si të promovohesh. Dhe duke qenë se ti ke një treg të madh në internet, atëherë asetet e marketingut do të bëjnë ty të promovohesh, që do të thotë markë personale. Por reputacioni mund të jetë offline, që do të thotë ti në qarkun tënd, lokalisht, në qytetin tënde, por mund të jetë online në tregun global. Dhe kur është online në tregun global, atëherë pjesa më e rëndësishme, themun, është pjesa vizuale. Bën një wordmark si logo për veten tënde, rregullon gjithë pjesën e banerave ku i ke në rrjetet sociale, për punën që bën gati copywriting, si e qysh, si do njerëzit të shkojnë në të gjithë ato asete në internet, që të shkojnë tek çaj quajmë në CTA, call to action, që pastaj shkojnë të interesohen për shërbimin tënd dhe si mund t'i ndihmosh ti ata. Dhe kur ti e mendon veten në këtë mënyrë, atëherë mendon veten kush është dhimbja e njerëzve që unë dua ndihmoj, si do i çoj ata në një pikë B, që është pa dhimbje, e gjithë këto gjëra që janë pjesë e biznesit, masa e njerëzit nuk janë shumë të interesuar. Po domethënë, çfarë shikoj unë? Ka njerëz që jam unë interesuar. Shiko, podcasti gjithmonë duhet të jetë interesante për mua. Kënaqësia ime gjatë podcastit rezonon tek ata që dëgjojnë. Për gjëra teknike për biznesin tër ditën, 2 ditë rresht e ditëresht. Kupton? Ta specifikoj unë çik më shumë. Më thuaj një çik që për sa i përket graphic designit dhe gjithë kjo biseda që ti nisi, domethënë me markën personale, si mund të përkthehet ose si mund të përdoret kjo në një medium të tillë siç është podcasti? Atëherë radh parë, siç të thash, duhet të jenë sa gjëra gati. Është njësoj sikur hapet një biznes i ri ose një startup në botën teknologjike. Në radh parë, do të kesh parasysh nga aftësitë e tua, kush është ajo që do tregu, ke pasion ti edhe që bën punë. Kupton? Që ti e ndjen vetë komfort që ke aftësi, e ke pasion dhe e do tregu. I shikon gjithë këto gjëra dhe pastaj vendos kush është nga këto gjëra që bëj unë, kush është personi që merr më shumë benefite? Sepse kur ti e shikon veten në tregun global, nuk është e rëndësishme të kesh 50% të market share. Të mjaftojnë vetëm 1000 veta që të paguajnë për muaj. Dhe ti direkt e kap milionin në fund muajit. Kupton çfarë po them? Pra ti shikon nga gjithë këta që mund të ndihmoj unë me aftësitë e mia, biznese, individ, klient, fundor, B2B, B2C, nga gjithë këta që mund të ndihmojnë me aftësitë e mia, kush janë ata që kanë përqindjen më të lartë të suksesit që unë kam vënë re në ata që kam bërë përpara. Dhe duke piketuar kush janë këta persona dhe si duken këta, çfarë lloj demografike, psikografike të gjitha, çfarë është shoqërore, çfarë punë bëjnë çdo gjë. Duke parë gjithë këto gjëra, atëherë ti mendon për një që ne quajmë target audience, target marketing. Cilët persona ti do t'i drejtohesh? Shef, bën një studim për këta persona se ku e shpenzojnë kohën e tyre, se mund të jetë që nuk shohin podcast të fare, po mund të jetë që edhe shohin. Çfarë lloj podcast të shohin atë? Dhe ti futesh te këto vende duke i dhënë vlerë. Dhe vlera do të thotë ti jep gjëra që mund t'i vlejnë atyre në jetën e tyre të përditshme, nuk është e thënë që ti tregosh çdo gjë që ta bëjnë ata. Kjo mund të jetë një lloj. Kjo ndonjëherë përdoret që më pas të shesësh kurse, por nëse ti do të bësh gjëra për ta, dhe pra me ta, në vend që ta bëjnë ata duke marrë informacionin nga ty, atëherë ti ndërton këtë lloj mediumi, i thua se çfarë dijenish ke dhe pse kjo gjë do të ndihmoj ty, i jep evidencë brenda këtij mediumi. Nëse do ishte për pra dikush që është mekanik e zën. Dikush që është mekanik do shkosh te mekaniku, do të çosh makinën aty të lagjë këtej. Ai mund të bëjë një podcast se si ti ca gjëra të vogla që nuk ka nevojë të shkosh te mekaniku, ti bësh vetë që në shtëpi. Dhe nëse ti pastaj i pëlqen këto gjëra, për gjëra që kanë rëndësi, që kanë te makina promotore për këtë, atëherë shkon tek ai. Kupton? Ose kur ti je shef që nuk je confident, atëherë shkon prapë tek ai. Pse? Sepse ti ke dëgjuar këtë person. Ti ke dëgjuar këtë person ku ke ndruar ujin, ke dëgjuar këtë person ku ke ndruar
ato shigjetat e makinës. Është dikush që e ke pasur në krah dhe në fund kur ti mendon për një problem që ai mund ta bëj, ai të vjen në radh parë në mendje, ose ajo të vjen në radh parë në mendje. Pra ti pozicionohesh në mendjen e njerëzve, se kjo është e gjitha. Ta shesësh klientin tënd përpara se ti vi nevoja. Merresh apo? E kuptoj. Këto janë nivele të avancuara konkurrimi. Dhe këto ndodhin sepse ti ndodhesh në një treg global. Se po të ishe në një qytet vogël, do ishte më shumë, çka quhen këtu love go e word of mouth. Pra do jetë më shumë me të njoftur me këtë do vinë. Por kur vjen puna te nivelet të avancuara, që atëherë duhet të bësh niche, pra duhet të shkosh specifikisht në një pjesë të vogël të audiencës, sepse të gjithë mund të marrin shërbimin tim si graphic design, po vetëm ata që duan ndërtojnë një markë personale, që janë profesionistë mbi 25 vjeç, që kanë kaluar ato junior universitet këtej, vetëm ata marrin vlerën më të madhe për momentin, në këta individ. Nuk dhe ti e pozicionon veten, dhe mas e pozicionon veten çdo gjë duket qartë, se çfarë do të bësh, se çfarë përmbajtje do të kesh në podcast, se ku do ta promovosh podcastin që njerëzit marrin vesh për ty që më pas shkojnë tek long formi, sepse në fillim duat të shohin short form. Pra përmbajtje të vogël që do thotë për shembull në rastin tënd, nëse ti do ishe aktiv në LinkedIn në këtë vend këtej, dhe vetëm të shkruaje dhe më pas, për shembull, do shkruaje për çfarë temë për shqiptarët në emigrim dhe më pas ata do vinin tek podcasti. Pra, mbas kësaj, mbasi ke rregulluar se çfarë do i ofrosh, kujt do i ofrosh, dhe si do ndihmosh nga tek BE-ja për ta ndihmuar, pastaj bënde një plan se kurin këta njerëz në mënyrë që ti çosh nga njerëz që të kanë parë, në të interesuar, në të duan më shumë, duan dinë më shumë, në marrin vlerë, në marrin produkte edhe falas digjitale këtej, derisa janë blerës. Dhe masi janë blerës, do t'i mbash për sa më gjatë. Po nëse ky person është shumë, pra ti i drejtohesh shpesh, se ti vjen përballë me podcastin, nëse kupton mund t'i vish për ditë përballë, mas 2 ditësh, një herë në javë, 2 herë në javë përballë, ata ka shanse të rinë edhe më shumë. Dhe në gjuhë teknike në biznes do të thotë ti rrit lifetime value, që do të thotë vlerën totale të gjithë marrëdhënies që ka me ty klienti, gjatë gjithë jetës vet me ty. Kupton? Nëse ti rrit lifetime value, atëherë kostoja për ta marrë këtë klient dhe për ta bërë blerës justifikohet, sepse ti e di që nga ky klient me këto shërbime, me kaq shumë kohë sa mri ky 5 vjet, 10 vjet, do bëj kaq, për shembull, do bëj $350,000, kupton? Dhe sa argjon ti, mund të jetë një fraksion 10% në treg, që më pas nga 5.000 veta që të kanë parë që ke podcast, 500 të interesohen, 15 të blejnë. Është një funnel, e quajmë në term teknik. Është një si hink e madhe. Ku ti e bën gjithë të plan që më pas në fund të vinë ata që edhe që janë brenda target audiencës tënde. Pra të ketë një lloj planifikimi, të ketë një lloj qëllimi, edhe dalja në publike të gjitha. Duhet të jesh pak a shumë, domethënë oktapod, sepse duhet të kesh një tentakul në materialin e shkurtër, një tentakul në materialin e gjatë, një tentakul ta kesh në lidhje deri diku personale në rastin e podcastit me dëgjuesin, një tjetër do ta kesh për atë qëllimin afatgjat, një pjesë tjetër për marketingun, të mbash të dëfryer ata që janë pjesë, të tërheq ata që nuk janë pjesë akoma. E ke parasysh është goxha punë kolosale. Është punë kolosale, po kur e mendon kështu, është njësoj sikur do të ngjisësh malin dhe thua, ku bëhet kjo? Ti e fillon me shkallën e parë. Pra, pasi vendos se kush do jetë avatari, pra target audienca jote, kush do jetë ai pjesë e klientelës që ti ndihmon më shumë, pasi vendos atë, atëherë ti shkon për një medium që ata i gjen shumë dhe vetëm një kanal, një avatar target audience edhe vetëm një shërbim jep atyre. Kupton? Dhe mbasi merr këtë eksperiencë në atë lloj mediumi, pastaj shef për medium tjetër, po duhet bëhesh i mirë një herë në atë lloj gjë që bën. Sepse në strategjinë e madhe ti do që ofertën tënde, shërbimin tënd, të marrësh njerëz që të t'japin feedback. Sepse në fillim ti do që shërbimi jot të jetë aq i mirë sa mos t'i lësh njerëzit të pakënaqur. Sepse nëse njerëzit janë të pakënaqur, sado që ti argjon nëpër mediume, nëpër podcaste, nëpër paid ads, në Facebook, në Instagram, sado që ti argjon, ti ke vrim në rrjet dhe peshku që vjen ikën. Dhe është lek i hedhur kot, kohë e hedhur kot, energji e hedhur kot. Në fillim do të garantohesh që shërbimi jot bën punë, që shërbimi jot nuk i bën njerëzit ikin që të vinë prap. Nëse shërbimi jot i bën njerëzit që të vinë prap, atëherë ti e di edhe me konfidencë dhe edhe kur flet në podcast këtej,
jetë tër konfidencë që po bën, unë e di, sepse këta njerëz kanë vajtur nga këtu, kam histori, kam testimonial, kam histori personale, kanë rekomandime, kupton? Dhe nëse ti e ndjen veten të ngjashëm me këta, atëherë do të bëj edhe ty me shumë mundësi, sepse kjo është biznesi, premtim, çfarë premtimi jep njerëzve, evidenca që ti do të premtim do e mbash, që njerëzit do i bëj punë, edhe si do e bësh të gjë. Shpjegoja. Se ata duan tin, se s'mund të jetë do gjë në të zezë. Është diçka që duhet vrasim mendjen gjithë secili mendoj unë, pavarësisht se çfarë biznesi edhe çfarë punë bën në jetën e përditshme. Kupton, nëse do dalësh nga ajo gara e mive, hamster race, e kupton, gjithmonë është ajo me të cilën ti e nise këtë pjesë të bisedës, domethënë që thjesht duhet ta shohësh veten tënde si biznes, duhet ta shohësh veten tënde sikur nuk je mesatar dhe ta shikosh veten tënde si të rëndësishëm të shpenzosh pothuajse brenda mundësive të njëjtën kohë që shpenzon për të punuar për dikë tjetër, duhet të hedhësh në njëjtën kohë për veten tënde, domethënë që të përmirësohesh edhe në rastin më të mirë, domethënë ti je zoti i vetes tënde. Kjo nuk do të thotë asnjëherë që të punosh më pak, domethënë do ta kesh më thjesht as pak, por në shumicën e rasteve është e kundërta, por të paktën është përfitimi i afatgjat edhe direkt goxha më i madh, domethënë se sa vazhdon të jesh, le të themi, miu në rrotullin e dikujt tjetër. Ata e vendos ti në fund. Bizneset quhen lifestyle business, që do të thotë është një biznes që ti e bën që të hy në kuadrin e jetës që bën ti, pra ti e do vetëm 7 orë në ditë për shembull, ata e vendos ti në fund. Këto si koncepte i vlen të gjithëve dhe të gjithë i bëjnë pak a shumë, kupton? Nuk ka njeri pa markë personale, ka njeri me markë të keqe personale, o ka njeri me gati 0 markë personale, po jo pa markë personale. Të gjithë kanë një reputacion, të gjithë kanë marrëdhënie me dikë. Kjo është që ti ta bësh në mënyrë të qëllimshme që ta arrisësh atë gjë dhe ta arrisësh në atë drejtim që do ti sipas planit tënd. Pra, në fund të ditës, këto që them unë, kur unë i them kështu si plan, ti ke drejt, do të jem këtu, do të jem aty, do të jem në këtë kanal, do të jem në këtë, do të shikoj këtë, do të shkoj nëpër network offline, në evente në gjëra, do të japi kartë vizita. Ajo është punë e madhe. Ajo është 12-14 orë në ditë. Ajo s'ka për të bërë. Kur ti të arrish në një pikë që duhet bërë ajo, atëre ti thjesht do delegosh. Do delegosh dikujt. Dhe kështu ndërtohet biznesi në 2024. Në momentin që ti delegon, atëherë ti ke një biznes kështu një biznes tradicional. Sepse ke punëtor, ti delegon. Elsi, që mos të stërziatemi, do të thënë se për episodin e parë së bashku, jam i bindur që s'do jetë episodi i fundit që do regjistrojmë së bashku. Në lidhje me këtë self-branding, se mua për mua, domethënë është diçka jashtëzakonisht shumë interesante dhe vitet e fundit e kam kuptuar vlerën e vërtetë që ka, domethënë, edhe duket sikur çdo ditë mësoj edhe diçka tjetër lidhur me këtë. Në tema të përgjithshme, domethënë, kështu përcipta, në çfarë u sugjeron, domethënë, njerëzve që punojnë diku për dikë, që kanë nga 3 deri në 5-6 vite eksperiencë, domethënë, cilat janë hapat e parë për të rritur vlerën e tyre personale, markën e tyre për ta bërë më me emër, domethënë, edhe pse jo në një të ardhmë të afërt apo të largët, domethënë, të krijojnë diçka që i përket atyre. Atëherë në radh parë këta njerëz do të kuptojnë që nuk janë thjesht punëtor, këto janë biznese. Çdo person, për sa kohë personi e sheh veten si punëtor dhe jo si biznes, këto gjëra nuk kanë për të funksionuar. Ai person do jetë vetëm duke munduar si ta mbajë mirë me shefin, si ti bëj këto gjëra që të qëndrojë aty dhe ndërkohë që është në atë kompani të marrë më shumë. Harrojnë që këta janë biznese. Çdo person është biznes. Dhe do të thotë që sa më shumë ti shfaq punën tënde jashtë në treg, në njerëzve që ta dinë, aq më shumë kërkesë merr ti. Dhe ai që të ka aty në punë, kur shikon që ka shumë kërkesë për ty, atëherë ashtu do vi promovimi, rritja rrogës së gjitha, edhe përmirësimi i kushteve. Nuk kur ti vjen si punëtor, ti je në një treg ofertë-kërkesë. Nëse ti i shton kërkesës për ofertën tënde, i shton kërkesë, atëherë ti automatikisht e më i vlefshëm, nuk ka të bëj shumë me sa i mirë bëhesh ti me punën tënde. Kupton çfarë po them? Dhe njëta gjë vlen për Shqipërinë. Ti dëgjon për Shqipërinë që paguajnë pa kanë kushte të këqija këtej, është sepse nuk kanë pasur atë kërkesë që kanë tani, sepse tani janë kompani nga jashtë që i duan shqiptarët. Dhe kur rritet kërkesa, atëherë ato kompani shqiptare duhet të rrisin stekën. Përmirësojnë kushtet,
t'japin më shumë pag, të lëjnë remote, hibrid, sido që tjetë, duhet trisin ofertën. Dhe kjo nuk vjen sepse shqiptarët krejt papritur u bën më produktiv. Kjo vjen sepse ndodhi në framework legale në Gjermani e këtej që kanë nevojë për njerëz dhe kërkojnë nga Shqipëria. Sepse po mos kishin nevojë për njerëz, po të kishin pjelluari të madhe, po të kishin njerëz edhe s'do kishin nevojë. E kupton ka kam hafe. Po. Pra, shqiptarët ndodhen në këtë moment që për shkak të këtyre ndryshimeve në treg, ata tani po trajtohen më mirë se më përpara, se kur ishim ne në Shqipëri të punonim, dhe duhet kuptojnë se kjo është evidenca pse ata duhet ta mendojnë veten e tyre si biznes. Dhe kjo nuk vjen ti lë punën edhe fillon gjitha këto gjëra që thash, pjesën strategjike, target audience dhe fillon promovon. Ti rin atë punë, por kohën tënde të lirë. Pra është ajo 9-5 dhe 5-9. 5-9 është 5 anazditë me 9 mëngjesit. Pra koha tjetër, jo 9-5 apo 5-9, duhet parë se si ti të shfrytëzosh ca orë nga kjo kohë edhe të fillosh me pak dhe të kuptosh nga puna e parë se çfarë gjërash i kanë ndihmuar njerëz apo organizata që ti pasaj këtë gjë t'ia ofrosh organizatave të tjera dhe njerëzve të tjerë. Kjo do thotë që ti do të marrësh klientët e biznesit, ti marrësh për vete edhe dalësh. Kupton? Shumë raste bëhet kjo gjë. Por do të thotë që ti feedbackun për punën tënde e ke marrë në punë, e merr gjatë ditës. Dhe ti kështu përmirëson punën tënde, shërbimin tënd apo produktin. Pra, shumica janë shërbim kur je person. Kështu e përmirëson gjatë ditës dhe më pas e teston. Dhe unë do i thoja që duhet ta testoni në këtë kohë të lirë. Nuk po them që mos i shikoni familjarët e tu, mos shikoni asnjëri dhe vetëm punoni si darin ditën e natë. Por po them që 5-9 që do të thotë në terma të tjerë mund ta marrësh si 20% dhe 8%. Pra 8% është puna gjatë ditës, 20% është ajo mas. 8-9 ka për të ndikuar 80% për të ardhmen tënde. Pra është Pareto Principle, 20% ndikon te 80% i rezultateve. Pra ky 20% ka për të ndikuar te 80% e të ardhurave tua në të ardhmen. Dhe këtë duhet ta kenë parasysh dhe kjo është gjë që do t'i motivoj që nëse nuk të pëlqen aty ku punon ti, me shumë mundësi sepse ti s'ke kërkesë. Pra ti je unë e quaj commodity. Je një komoditet që do të thotë është unë LinkedIn kam bërë një LinkedIn cover që thotë kur nuk ke markë personalin si një patate. Ti me të tjetrin një lloj. Dhe konkurenca juve për këtë pune është vetëm nëpërmjet po unë të punoj më shumë për më pak. Kjo është konkurenca. Sepse nuk ka kërkesë për ty dhe nuk ka të bëj me aftësitë tua në shumicën e rasteve. Nuk ka të bëj me aftësitë tua. Ka të bëj me sa i Zoti ishe ti për të rritur kërkesën për veten. Sepse është pika inflacioni ndërmjet kërkesë ofertës. Ajo vendos se si do jetë trajtimi jot në punë, të çfarë të ardhurash ke marr. Dhe një të gjë mund ta bëjmë për krahasim me Shqipërinë. Ti ke lindur në Shqipëri. Dhe kjo e ka çuar ofertën më të vogël, sepse ke lindur në Shqipëri. Po të kishe lindur në Amerikë, ofertën tënde do kishte më të madhe, sepse kishe më shumë mundësi për të punuar për dikë nga frameworku legal. Dhe unë këtë gjë do i thoja, që rreth parë duhet të shikoni veten si biznes. Dhe kur e shikon veten si biznes, atëherë i bën këto llogaritje që thash unë, nuk e lë punën e ditës derisa ajo 20% mbas punës të t'japi ty aq të ardhura dhe aq siguri sa ti të mendosh, ok, tani mund ta lë. Dhe të vazhdoj vetëm me këtë. Dhe atë pasaj e fillon e bën pjesën tënde kryesore. Dhe mbasi këtë e bën pjesën tënde kryesore, mbasi ti delegon, mbasi bën këto gjëra, ti duhet ta shohësh veten në një pikë ku çfarë do të thotë wealth. Kjo është diçka në një podcast. Scott Galloway, profesori i New York Stern University në New York, biznesit. Tha një për kufizim shumë të bukur. Pasuri, wealth, do të thotë që të ardhurat e tua pasive janë më të larta se burn. Burn do të thotë shpenzimi jot. Pra kur ti me të ardhurat e tua pasive mbulon shpenzimet e tua, lifestyle-in tënd. Ai është wealth sepse veprimet e tua, pra shpenzimi jot kohor, nuk është i domosdoshëm për të sjellë të ardhur. Pra kjo të çon në këtë pikë. Edhe kur e trajton në këtë lloj mënyre siç e shpjegon ai, domethënë e kupton vërtet se sa të varfër janë shumica e njerëzve ku do të bëjnë. Po. Ashtu është.
Shumica e botës është planeti shumë i varfër. Po të shikosh wealth gapi, Gini coefficient gjitha po shkojnë lart. Diferenca ndërmjet të pasurve të varfërve po shkon po asgjësohet çfarë do lloj shtresa mesme që ka pasur. Është fatkeqësi e madhe. Njerëzit ti shikon, nuk e di ai ke para ato debatet presidenciale deri tani të Trumpit dhe Harrisit. Pyetja e parë ka qenë gjithmonë për inflacionin. Është çmenduri. Është vjedhje e personave që kanë të ardhurat e tyre të lidhura me punën e tyre. Sepse puna e tyre, sepse njerëzit që marrin lek janë ata që punojnë për dikë ose. Pra, nuk janë ata që kanë asete. Ai që ka asete, që do të thotë pasuritë patundshme, stoqe, bitcoin, flori argjent, ai që ka asete në periudha inflacioniste i rritet vlera. Ky është by definition, për kufizimi i inflacionit është që paras i ulet vlera në krahasim me asetet e tjera. Kupton? Pra ata dalin të fituar. Dhe i humbur del pjesa më e varfër. Që do të thotë, duhet ta heqësh veten nga ajo situatë, duhet të jesh në radh parë ndërgjegjshëm për situatën, hiqi ato TikTok-e budalliqe që të heqësh mendjen. Radh parë me vendimin që po duhet bëj diçka për këtë gjë. Nuk mos merr justifikime për kontekstin. Se është rreth justifikimeve. Fillon me justifikimi i parë që është kështu është jeta, kështu është bota, pastaj fillon jo kështu është këtu ku jam unë në qytetin tim, pastaj jo e kanë fajin njerëzit përreth meje, pastaj e kanë fajin njeriu përballë meje, pastaj e kanë fajin unë. Pra rrethi përgjithësisë shkon një herë e ka fajin univers, e këtë. Kupton, është një lloj, është një si drejtim vektorial i përgjithësisë, e quajmë, kupton? Pra fillon me përgjithësinë e ka dikush shumë larg teje që është e pamundur të bësh gjë, universi, perëndia nuk e di. Afrohet, dhe më shumë afrohet, më shumë mendja jote është dembele, është prej mijëra vitesh evoluim. Më shumë mendja ndjet e kërcënuar, mos, po vjen përgjegjësia tek vetja. Kupton? Dhe ky është një mesazh tjetër që do ta këtu për çdo emigrant që na ndjek. Përgjegjësia fillon sa më larg dhe vjen tek vetja. Dhe mënyra më e mirë që të bësh një ndikim në jetën tënde është e para të marrësh përgjegjësi vetë për gjërat që ndodhin. Jo, domosdoshmërisht çdo gjë është përgjegjësia jote, dihet ajo. Do të thënë, sa përqind e ke ti, sa përqind e ka dikujt tjetër, ca herë ti nuk ke pas asnjë gjë në dorë për gjën që të ka ndodhur, por mënyra se si ti përgjigjesh, mënyra se si ti reagon, ka për të vendosur se si do jenë rezultatet në jetën tënde. Dhe nëse janë njerëz që t'i javën fajin, atëherë ai njeri ka kontroll mbi ty. Mos ja jep atë kontroll. Elsi dashur, duke shpresuar që na dëgjuan me vëmendje, sidomos edhe pse ishte pjesa e fundit e podcastit, duke shpresuar që do kemi mundësi të tjera të bisedojmë së bashku. Unë po falenderoj gjithë dëgjuesit, shumica dhe shikuesit që na dëgjuan në këto rente tona të vogla, por jo vetëm në këto ide që ne kemi. Ju ftoj të gjithëve që sidomos kur flasim për gjëra të tilla të lini mendimet tuaja nëpër komente ose dërgoni në një mesazh, sepse nuk ka gjë më të bukur se sa të marrim një mendim ndryshe, ndonjë kritik, ndonjë them që shiko blon se ke gabim, do nuk ka gjë më të bukur se sa kjo. Ne jemi të hapur për të diskutuar çdo lloj gjëje, kështu që bëuni pjesë e jona dhe hajde të flasim të gjitha gjërat hapur së bashku në mënyrë që së bashku të arrijmë diçka më të mirë për veten tonë, gjithë secilin një herë si fillim, pastaj shtëpinë, lagjen, qytetin e të gjithë etj etj. Duke qenë vetë më mirë, është vetja mënyrë se si mund të bësh mirë edhe për tjetrin. Nëse je vetë keq, shumë e vështirë të zgjedhësh një farë lloj ndryshimi për gjithë tjerët. Episodi ka dalë normalisht si çdo episod tjetër në Patreon. Si fillim, kështu që juve mund të mbështetni Bullçi Podcast duke bërë pjesë e tij, por edhe në mënyrat e tjera të mbështetjes financiare si Buy Me a Coffee, PayPal, drejtë shejtan, çfarë s'ka sot e kësaj dite. Mjafton dëshirë të kesh, mjafton të hidhesh, po që mënyrat i ka shpikur. U dhe lekun se s'vjen mbrapa. Kështu. Unë do thoya që njerëzit nuk do ta marrin veten e tyre shumë seriozisht, sepse do të marrin pjesë në këto mediume. Unë ndjeja si përgjegjësi personale që këto mediume duhet të japim edhe çik neve për këto gjëra. Për shembull, unë kam pasur podcast, unë nuk e shikoj podcastin tënd si konkurrencë apo si ta di unë. Domethënë, ne jemi të gjithë këtu në një varg
në këtë lloj podcastesh, dhe nuk është thjesht podcasti, por çdo gjë që bëhet nga persona, individ me kosto minimale. Pra çfarë do lloj, unë shikoj blogjet e njerëzve, këto janë gjërat që janë autentike. Këto janë gjërat që ti e shikon, të paktën e dim që ky është mendimi i personit, kupton? Çfarë më duhet mua të di mendimin e atij që ka dhënë lekët për atë emision të madh. Ato mendimet e dim, ato janë mendimet që më shumë na vinë në sy, sepse ai që ka lekun e madh e shpërndan nden e vet në më shumë vende. Kupton? Ato gjëra ne i dim tani. Nuk e kuptoj pse shkon nga një emision në tjetër në opinion e këtë opinion. Dihet. Prandaj njerëzit janë stresuar, dihet mos se çfarë duan thonë ata. I kemi dëgjuar këtu e 30 vjet. Shiko kjo mentaliteti i uris, domethënë ku pse e bëre si ky apo pse e bëre si tjetri ka qenë në fillimet e mia në podcast, po prej një viti le të themi nuk kam marr le të themi kritika ose mendime të tilla, domethënë që jo po se ai e ka bërë kështu, ai e ka bërë më mirë, ai e ka bërë më keq, domethënë mamënja se edhe një pjesë e mirë edhe personave që bëjnë podcaste ja din vlerën e rrjetit dhe të qenit lidhur bashkë, duke shkëmbyer ide, duke ndihmuar njëri tjetrin, si me të ftuar, si me material, si me teknikalitete, sugjerime mikrofona apo kamera apo drejtë shejtan, vërja emrin ti si duash, domethënë me shumë avash, domethënë me një rezistencë shumë të madhe ka ardhur. Kemi ardhur deri në atë pikë, domethënë që gjithë secili thotë që okay, bravo, sot ka një podcast më shumë në skenën shqiptare, domethënë. Mendoj se sa më shumë persona të kenë për çfarë lloj pune të njëjtën lloj mendësie, domethënë, aq më shumë do lidhen me njëri tjetrin dhe do mësojnë nga njëri tjetri. Nuk mëson asnjëherë nga njëri tjetri nëse e shikon si armik dhe nuk përfshihesh asnjëherë me atë. Gjithashtu e vërtetë Bleon që biseda më e bukur është ajo ku ti ke njerëz që kanë mendim tjetër nga joti. Domethënë, unë të paktën kur i dëgjoj ato lloj bisedash që ka argumente nga dy anët, që respektojnë njëri tjetrin, që dinë se si të bëjnë debat për shkakun ose që të marrin dinë se si kapen me argumentin dhe me njeriu. Ato janë spektakël. Unë nuk e kuptoj pse shumë podcaste edhe popullore nëpër botë janë si echo chamber. Kupton, kanë vetëm nga ai lloj, vetëm nga këtej, dhe ato podcaste që marrin nga dy anët, shqyr. Domethënë, është një vlerë e shtuar. Merr njerëz që nuk kanë mendimin tënd, nuk u bë qamëdhë, nuk u vramë, nuk u prem, kupton. Për këto gjëra bëjnë bisedat, që njerëzit shikojnë nga dy anët. Kështu jam rritur unë, kështu kam parë edhe në universitetet e gjitha, domethënë pjesa e parë është critical thinking, që ti të shikosh nga dy anët. Por mos jemi të ngurtë vetëm nga atë që themi neve, edhe kur ndërkohë që marrim një mendim, pra kemi një ide, e mbrojmë atë si me qenë fëmia jon, dhe as që bëhet llaf ta ndrosh në hermendje, as që bëhet llaf. Me thënë është nuk e di pse marrin vetëm seriozisht. Inshallah vinë sa më shumë të vinë bëjnë intervista, inshallah ka sa më shumë podcast në shqip. Unë kam parë disa podcaste, faktikisht shumica prej tyre ndalojnë që 3-4 epizode, prandaj thash, ti ke vajt 130, të pash që bëre podcastin që nga makina. Tjetër nivel. Unë bëj se vado shpirti plak edhe gjithë e din, domethënë që për Buçi podcast nuk ka asnjë lloj incentive, domethënë asnjë lloj nuk është i përfshirë asnjë lloj leku asnjë gjë. Ti e ke më thjeshtën tash, ta çosh kur e çon te 100 e ca, është më e thjeshta 200, 300. Njerëzit nuk kuptojnë që masi shkon atë lloj eksperiencë dhe rrugë, është çdo gjë më e thjeshtë pas. Gjithë pjesa më e vështirë e një podcasti është që ta bësh episodin e parë. Dhe masi bën episodin e parë, siç thash 2, 3, 4, 5, po kalove 3-shin, 4-ën, 5-ën, bën 10-ën, 15-ën, aq e thjesht do jetë që më pas nuk e merr me mend. Çdo gjë do jetë shumë e thjeshtë. Sepse do kesh eksperiencën, do t'i gjithë turpje dalliqe çan këto. Edhe miku im, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për bisedën, shumë të bukur edhe më ha mendja që me kaq shkurt, pavarësisht se nuk është aq shkurt krahasim episodet e tjera, por për mua më duk shumë shkurt edhe do kisha nevojën që të bisedonim përsëri në Buçi podcast edhe për tema të tjera, mbase do të vidhe me pyetje më specifike, që jam i bindur që do ketë shumë persona që do reagojnë në direct message për sa i përket këtyre gjërave që folëm sot, domethënë sepse audienca ime ka një interes shumë të lartë, domethënë për këto gjëra, si të përmirësosh veten, si të bësh diçka më shumë se sa bën tjetri, domethënë si të çash në shoqëri me pak fjalë. Kështu që deri në tjetër miku im, uroj gjithë mirat, njerëz, like, subscribe, comment, çfarë do i qefi juve, mos pini pije të gazuara se u bëjnë dëm, edhe qofshi mirë. Shumë faleminderit vërtet Bleon. Hajde shifna në intervista tjera. Ciao. Ciao. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.